Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, trupi juaj po lëshon në rreth 100 miliard fotone drite infra të kuqe në sekond. Çdo grimc informacioni për temperaturën tuaj, për lëvizjet tuaja, për vetë ekzistencën tuaj, po shpërndahet në hapësirë me shpejtësinë e dritës. Por imagjinoni diçka të tmerrshme. Imagjinoni një vend në univers ku të gjithë këta fotone, të gjitha këto të vëna, çdo gjurmë e ekzistencës suaj do të zhduket përgjithmonë. Jo thjesht do të humbas, jo thjesht do të shkatërrohet, por do të fshihet nga vetë struktura e realitetit sikur kurrë të mos kishte ekzistuar. Ky vend ekziston. Quhet horizonti i ngjarjeve. Dhe për 70 vjet ai ka qenë në qendër të luftës më të egër intelektuale në historinë e fizikës. Në vitin 1974, Stephen Hawking publikoi një artikull që trondit themelet e shkencës moderne. Ai provoi matematikisht se vrimat e zeza nuk janë plotësisht të zeza. Ato rrexatojnë. Ato avullojnë. Dhe kur zduken, ato marrin me vete çdo informacion që kanë ngëlltitur ndonjëherë. Kjo ishte një katastrofë për fizikën, sepse ligji më themelor i universit thot se informacioni nuk mund të shkatërrohet kurrë. Ai mund të transformohet, mund të fshihet, mund të bëhet i palecueshëm, por nuk mund të zhduket plotësisht nga realiteti. Hawking sapo kishte tyer këtë ligj. Dhe askush nuk dinte çfarë të bënte me këtë. Leonard Susskind, fizikant teorik në Universitetin Stanford, e kujtonte atë periudhë si luftën e vrimave të zeza. Për më shumë se 20 vjet, ai dhe Hawking debatuan me një intensitet që rrallë shihet në shkencë. Në konferenca, në letra, në takime private, ata luftuan për vetë natyrën e realitetit. Susskind mbante se informacioni duhet të ruhet. Hawking insistonte se ai zhduket. Dhe në mes të kësaj lufte intelektuale, diçka e jashtëzakonshme filloi të ndodhte. Fizika filloi të zbulojë se vdekja dhe lindja, shkatërrimi dhe krijimi, fundi dhe fillimi mund të jenë thjesht perspektiva të ndryshme të së njëjtës realiteti. Por para se të kuptojmë se si kjo luftë ndryshoi fizikën përgjithmonë, duhet të kuptojmë se çfarë është në të vërtetë një vrim e zezë. Jo metafora poetike që dëgjoni në dokumentar, por realiteti i pastër matematikor që del nga ekuacionet e Einsteinit. Në nëntor të vitit 1916, pak muaj pasi Einsteini publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit, një fizikant gjerman me emrin Karl Schwarzschild po luftonte në frontin lindor të luftës së parë botërore. Ai vuante nga një sëmundje e rrallë, lëkure, që do ta vriste brenda disa muajsh, por edhe në këto kushte, ai po punonte në ekuacionet e Einsteinit. Dhe ai gjeti diçka që vetë Einsteini nuk e kishte parë. Ai gjeti zgjidhjen e saktë për hapësirën rreth një mase të përqendruar në një pikë. Ai gjeti vrimën e zezë. Schwarzschild vdiq në maj të vitit 1916, pa e ditur se kishte zbuluar objektin më të çuditshëm në univers, sepse për dekada askush nuk e mori seriozisht zgjidhjen e tij. Einsteini vetë mendonte se ishte thjesht një kuriozitet matematikor, diçka që ekuacionet lejonin, por natyra nuk do ta krijonte kurrë. Ai gaboi. Natyra jo vetëm i krijon vrimat e zeza, ajo i krijon me miliarda. Por çfarë është saktësisht një vrim e zezë? Imagjinoni se merrni dielin ton me të gjithë masën e tij prej 200 trilion kilogramësh dhe e ngjeshni në një sferë me rreze 3 kilometra. Ose merrni tokën dhe ngjeshini në një sferë me madhësinë e një arr. Në atë moment, diçka e jashtëzakonshme ndodh me hapësirën përreth. Ajo përkulet aq shumë sa që krijon një sipërfaqe nga e cila asgjë nuk mund të shpëtojë. Kjo sipërfaqe quhet horizonti i ngjarjeve, dhe ajo nuk është një sipërfaqe fizike. Nuk mund ta prekni, nuk mund ta shihni. Është thjesht një kufi në hapësirë ku fizika ndryshon përgjithmonë. Jashtë horizontit të ngjarjeve, koha rrjedh normalisht. Hapësira sillet si hapësira. Por në momentin që e kaloni atë kufi, diçka e çuditshme ndodh. Koha dhe hapësira shkëmbejnë rolet. Brenda horizontit, ajo që ishte e ardhme bëhet drejtim në hapësirë. Dhe ky drejtim tregon vetëm në një vend.
drejt qendrës, drejt singularitetit. Ju nuk mund të ktheheni më shumë se sa mund të ktheheni në të kaluarën tuaj. Fizika e bën të pamundur, jo teknologjia. Kjo është arsyeja pse vrimat e zeza janë të zeza, jo sepse thithin dritën si një thithse pluhuri kozmik, por sepse brenda horizontit, vetë struktura e hapësirës kohës është përkulur aq shumë sa që të gjitha rrugët çojnë vetëm brenda. Drita që lëshohet brenda horizontit nuk mund të dalë, jo sepse nuk është mjaft e shpejtë, por sepse jashtë nuk ekziston më si drejtim i mundshëm. Është si të pyesësh, çfarë ka në veri të polit verior? Pyetja nuk ka kuptim, sepse veri pushon se ekzistuari atje. Por këtu fillon problemi i vërtet. Në vitin 1970, Jakob Bekenstein, një student doktorature në Universitetin Princeton, bëri një vëzhgim të thjesht, por revolucionar. Ai vuri re se sipërfaqja e horizontit të ngjarjeve sillet saktësisht si entropia në termodinamik. Kur hidhni diçka në një vrim të zezë, sipërfaqja e horizontit rritet. Kur dy vrim të zeza bashkohen, sipërfaqja totale e horizontit të ri është gjithmonë më e madhe se shuma e sipërfaqeve të dy vrimave origjinale. Kjo është saktësisht si entropia, që gjithmonë rritet në një sistem të izoluar. Bekenstein propozoi se vrimat e zeza kanë entropinë e vërtet, dhe nëse kanë entropinë, ato duhet të kenë edhe temperaturë, dhe nëse kanë temperaturë, ato duhet të rrezatojnë. Por kjo duke e çmendur. Si mund të rrezatoj diçka nga e cila asgjë nuk mund të shpëtojë? Hawking fillimisht e refuzoi idenë. Ai donte ta provonte se Bekenstein gabonte, por kur bëri llogaritjet, zbuloi diçka të tmerrshme. Bekenstein kishte të drejtë. Vrimat e zeza rrezatojnë. Dhe kjo rrezatim do të thotë se ato ngadalë avullojnë dhe zhduken. Mekanizmi është i çuditshëm dhe i bukur. Në mekanikën kuantike, hapësira e zbrazët nuk është kurrë vërtet e zbrazët. Ajo është plot me çifte grimçazh virtuale që lindin dhe zhduken vazhdimisht. Një grimcë dhe antigrimca e saj shfaqen nga asgjëja, ekzistojnë për një kohë të shkurtër të pabesueshme dhe pastaj shkatërohen përsëri. Kjo ndodh kudo në univers, në çdo moment. Por afër horizontit të ngjarjeve, diçka e veçantë mund të ndodhë. Një grimcë mund të bjerë brenda horizontit, ndërsa partneri i saj mbetet jashtë. Grimca që mbetet jashtë bëhet reale. Ajo mund të shpëtojë në hapësirë si rrezatim, dhe vrimës së zezë i duket sikur ka humbur mas. Kjo quhet rrezatimi Hawking, dhe ai krijon një paradoks të tmerrshëm, sepse rrezatimi Hawking është plotësisht i rastësishëm. Ai nuk mban asnjë informacion për atë që ka rënë në vrimën e zezë. Imagjinoni se hidhni një enciklopedi në një vrim të zezë. Të gjitha fjalët, të gjitha idetë, të gjithë informacioni në atë libër tani janë brenda horizontit. Vrimës së zezë i rritet pak masa, por kur vrimi i zezë avullon përmes rrezatimit Hawking, ajo lëshon vetëm rrezatim termik të rastësishëm. Asnjë gjurmë e enciklopedisë, asnjë mënyrë për ta rikonstruktuar atë që hyri. Informacioni është zhdukur. Kjo është paradoksi i informacionit të vrimës së zezë. Dhe ai godet në zemër të dy shtyllat e fizikës moderne. Relativiteti i përgjithshëm thotë se informacioni bie në vrimën e zezë dhe zhduket përgjithmonë. Mekanika kuantike thotë se informacioni nuk mund të shkatërohet kurrë. Të dyja nuk mund të jenë të vërteta. Diçka duhet të jetë gabim. Por çfarë? Për 20 vjet, Hawking mbrojti pozicionin se informacioni vërtet zhduket. Ai argumentonte se kur një vrim e zezë avullon plotësisht, informacioni që kishte gëlltitur zhduket nga universi. Kjo ishte një pretendim i jashtëzakonshëm. Ishte si të thoje se mund të djegësh një libër dhe të bësh të pamundur, jo vetëm praktikisht, por në parim, të rikonstruosh atë që ishte shkruar në atë. Shumica e fizikantëve nuk e besonin, por askush nuk mund të gjente gabimin në argumentin e Hawking. Leonard Susskind ishte ndër kritikët më të zëshëm. Ai argumentonte se nëse informacioni mund të shkatërohet, atëherë e gjithë fizika kuantike bie. Të gjitha parashikimet që kemi testuar me saktësi të pabesueshme do të bëheshin të dyshimta. Determinizmi kuantik, ideja se nëse dini gjendjen e plot të një sistemi tani, mund të llogaritni gjendjen e tij në çdo kohë në të ardhmen ose të kaluarën, do të thyhej.
universi do të bëhej i paparashikueshëm në një mënyrë themelore. Dhe kjo ishte e papranueshme. Por Saskind nuk ishte vetëm argumente filozofike. Ai filloi të zhvillonte një ide të re radikale. Çfarë nëse informacioni nuk bie vërtet në vrimën e zezë? Çfarë nëse ai mbetet në horizont? Kjo duke e çmendur. Si mund të mbetet diçka në një sipërfaqe që nuk është fizike? Por Suskind, së bashku me Gerard 't Hooft nga Universiteti i Utrechtit, filluan të zhvillonin atë që do të bëhej njëra nga idet më të thella në fizikën moderne, parimi holografik. Ideja është kjo. Imagjinoni se hidhni një top në një vrim të zezë. Nga perspektiva juaj, jashtë horizontit, ju shihni topin që ngadalsohet ndërsa afrohet horizontit. Koha për topin duket se ngadalsohet për shkak të përkuljes ekstreme të hapësirës kohës. Drita që vjen nga topi bëhet gjithnjë më e kuqe, gjithnjë më e dobët. Në fund, topi duket se ngrin në horizont, duke u zbehur ngadalë në errësirë. Ju kurrë nuk e shihni atë duke kaluar horizontin. Nga perspektiva juaj, topi mbetet përgjithmonë në sipërfaqen e horizontit, duke u shpërndar ngadalë, ndërsa informacioni i tij përzihet me rrezatimin Hawking. Por nga perspektiva e topit, diçka plotësisht e ndryshme ndodh. Topi kalon horizontin pa asnjë problem. Nuk ka mur, nuk ka sipërfaqe, nuk ka asgjë të veçantë. Për një vrim të zezë mjaft të madhe, forcat e barabarta në horizont janë aq të vogla saqë një astronaut nuk do të ndjente asgjë të pazakontë duke kaluar. Ai do të vazhdonte të bjerë drejt singularitetit, ku forcat do të bëheshin të pafundme dhe ai do të shkatërrohej. Por kalimi i horizontit vet do të ishte i qetë. Kështu që kemi dy përshkrime plotësisht të ndryshme të së njëjtës ngjarje. Në njërin, topi mbetet në horizont dhe informacioni i tij përzihet me rrezatimin. Në tjetrën, topi bie brenda dhe informacioni i tij shkatërrohet në singularitet. Cila është e vërteta? Saskind argumentoi se të dyja janë të vërteta. Ato janë thjesht përshkrime të ndryshme të së njëjtës realiteti, të shikuara nga perspektiva të ndryshme. Dhe kjo ishte zemra e parimit holografik. Parimi holografik thot se e gjithë informacioni i përmbajtur në një vëllim hapësire mund të përshkruhet nga informacioni i koduar në sipërfaqen që kufizon atë vëllim. Është si një hologram ku një imazh tridimensional krijohet nga informacioni i koduar në një sipërfaqe dydimensionale. Por këtu nuk është thjesht një imazh, është vetë realiteti. E gjithë fizika brenda një rajoni të hapësirës mund të përshkruhet plotësisht nga fizika në kufirin e atij rajoni. Për vrimat e zeza, kjo do të thotë se çdo gjë që bie në një vrim të zezë mund të mendohet si e koduar në horizontin e ngjarjeve. Informacioni nuk zhduket, ai transformohet, ai bëhet pjesë e një përshkrimi holografik në sipërfaqen e horizontit. Dhe kur vrimi zez avullon, ky informacion lirohet ngadalë në rrezatimin Hawking. Ai është i përzitur, i koduar në mënyra jashtëzakonisht komplekse, por ai është atje. Informacioni ruhet. Kjo ishte një ide revolucionare, por për vite me radhë ajo mbeti spekulim. Nuk ishte provë matematikore rigoroze, nuk ishte mënyrë për ta testuar. Ishte thjesht një ide e bukur që zgjidhte një paradoks. Por në fund të viteve 90, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Juan Maldacena, një fizikant i ri Argjentinas që punonte në Universitetin Harvard, zbuloi një lidhje të saktë matematikore midis një teorie gravitacionale në një hapësirë dhe një teori kuantike në kufirin e asaj hapësire. Zbulimi i Maldacenës, i njohur si korespondenca ADS-CFT, dha provën e parë rigoroze se parimi holografik funksionon. Ai tregoi se një teori e plotë e gravitetit kuantik në një hapësirë 5-dimensionale mund të përshkruhet plotësisht nga një teori kuantike pa gravitet në kufirin 4-dimensional të asaj hapësire. Ishte si të zbuloje se një univers i tërë 3-dimensional mund të jetë një hologram i projektuar nga informacioni në një sipërfaqe 2-dimensionale. Kjo nuk ishte thjesht një analogji, ishte një ekuivalencë matematikore e saktë. Çdo gjë që ndodh në brendësi mund të llogaritet duke studiuar fizikën në kufi. Dhe anasjelltas.
Të dyja përshkrimet janë plotësisht ekuivalente. Ato janë thjesht gjuhë të ndryshme për të përshkruar të njëjtën realitet. Por çfarë do të thotë kjo për vrimat e zeza? Do të thotë se paradoksi i informacionit nuk është vërtet një paradoks. Është thjesht një keqkuptim i asaj që po ndodh. Kur shikoni një vrim të zezë nga jashtë, ju shihni një objekt me entropinë e koduar në horizontin e tij. Kur diçka bie në vrimën e zezë, informacioni i saj shtohet në këtë kodim. Kur vrimi zeza vullon, ky informacion lirohet në rrezatim. Nga kjo perspektivë, informacioni nuk zhduket kurrë. Por nga perspektiva e dikujt që bie në vrimën e zezë, historia është plotësisht e ndryshme. Ai kalon horizontin, përjeton në rënien drejt singularitetit dhe përfundimisht shkatërohet. Nga kjo perspektivë, informacioni vërtet zhduket në singularitet. Të dyja përshkrimet janë të vlefshme. Ato janë thjesht perspektiva të ndryshme të së njëjtës realiteti. Kjo është një nga mësimet më të thella të fizikës moderne. Realiteti nuk është një gjë absolut që ekziston pavarësisht nga si e vëzhgojmë. Realiteti varet nga perspektiva. Dhe perspektiva të ndryshme mund të japin përshkrime plotësisht të ndryshme të së njëjtës fenomeni, të dyja plotësisht të vlefshme. Por kjo ngrej një pyetje edhe më të thellë. Nëse informacioni mund të përshkruhet si duke mbetur në horizont, D si duke rënë brenda, çfarë po ndodh vërtet? Cila është natyra e vërtet e realitetit? Dhe këtu, fizika moderne na jep një përgjigje që duket pothuajse mistike. Pyetja nuk ka kuptim. Nuk ka një realitet i vërtet që qëndron pas këtyre përshkrimeve të ndryshme. Përshkrimet vet janë realiteti. Fizika nuk përshkruan një realitet objektiv që ekziston pavarësisht. Ajo përshkruan marrëdhëniet midis vëzhgimeve. Kjo është një ndryshim i thellë në mënyrën se si mendojmë për shkencën. Për shekuj, fizikantët mendonin se po zbulonim të vërtetat për një univers objektiv që ekziston pavarësisht nga ne. Por fizika moderne na tregon se kjo mund të jetë një iluzion. Ajo që ne quajmë realitet mund të jetë thjesht një rrjet marrëdhëniesh midis vëzhgimeve, pas një substancë objektive që qëndron pas tyre. Dhe vrimat e zeza janë laboratori perfekt për të eksploruar këtë ide. Sepse në vrimat e zeza, perspektiva të ndryshme japin përshkrime aq dramatikisht të ndryshme, saqë është e pamundur t'i pajtosh në një narrativ të vetëm. Ju duhet të pranoni se të dyja janë të vërteta. Ju duhet të pranoni se realiteti është më i pasur, më i çuditshëm, më i ndërlikuar se sa çdo përshkrim i vetëm mund të kapë. Por historia nuk përfundon këtu, sepse në vitin 2004 Hawking bëri diçka që trondit komunitetin shkencor. Pas 30 vjetësh të mbrojtjes së pozicionit se informacioni zhduket në vrimat e zeza, ai ndryshoi mendje. Në një konferencë në Dublin, ai njoftoi se kishte gabuar. Informacioni nuk zhduket, ai ruhet. Saskind kishte fituar luftën e vrimave të zeza, por mënyra se si Hawking arriti në këtë përfundim ishte edhe më interesante se vetë përfundimi. Ai nuk gjeti thjesht një gabim në llogaritjet e tij të mparshme. Ai kuptoi se kishte bërë një supozim të gabuar për natyrën e horizontit të ngjarjeve. Ai kishte supozuar se horizonti është një sipërfaqe e qetë e qëndrueshme, por kur mori parasysh efektet kuantike, ai zbuloi se horizonti është në të vërtetë një vend i turbullt, kaotik, plot me fluktuacione kuantike. Këto fluktuacione krijojnë atë që quhet zjarr në horizont në disa teori. Ideja është se kur një grimc afrohet horizontit, ajo ndërvepron me këto fluktuacione në mënyra jashtëzakonisht komplekse. Informacioni i saj nuk thjesht bie brenda. Ai përzihet, transformohet, rikodikohet. Dhe në këtë proces, ai mbetet i aksesueshëm për një vëzhgues të jashtëm, të paktën në parim. Por kjo krijon një problem të ri. Nëse horizonti është plot me fluktuacione të dhunshme, atëherë një astronaut që bie në një vrim të zezë nuk do të përjetonte një kalim të qetë. Ai do të digjejë nga këto fluktuacione në momentin që prek horizontin. Kjo quhet paradoksi i murit të zjarrit. Dhe ai është një nga problemet më të nxehta në fizikën teorike sot. Disa fizikantë argumentojnë se muri i zjarrit është real. Horizonti i ngjarjeve është një vend i rrezikshëm ku çdo gjë që hyn shkatërohet me njerë. Të tjerë argumentojnë se muri i zjarrit është një iluzion, një artefakt i mënyrës se si po mendojmë për problemin.
Ata besojnë se një astronaut që bie në një vrim të zezë do të përjetonte ende një kalim të qetë, të paktën për vrim të zeza mjaft të mëdha. Debati vazhdon. Por çfarë është? E qartë është se vrimat e zeza na detyrojnë të rishqyrtojmë supozimet tona më themelore për natyrën e hapësirës, kohës dhe informacionit. Ato janë më shumë se thjesht objekte egzotike në univers. Ato janë laborator, ku ligjet e fizikës shtyen në kufijtë e tyre absolut. Dhe në këto kufi, ne zbulojmë të vërteta që ndryshojnë mënyrën se si e kuptojmë realitetin. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie. Një dimension që shkon përtej fizikës së pastër dhe prek pyetje më të thella për natyrën e ekzistencës. Sepse nëse parimi holografik është i vërtet, nëse e gjithë informacioni në një vëllim hapësire mund të përshkruhet nga informacioni në sipërfaqen e tij, atëhere çfarë do të thotë kjo për universin ton? Disa fizikantë kanë propozuar se i gjithë universi ynë mund të jetë një hologram. Se e gjithë tredimensionaliteti që ne përjetojmë mund të jetë një projekcion nga informacioni i koduar në një sipërfaqe dydimensionale në skajin e universit. Kjo tingëllon si shkencë fantazi. Por ajo del drejt për drejt nga matematika e teorisë së vargut dhe graviteti kuantik. Nëse kjo është e vërtet, atëhere çdo gjë që mendojmë se e dim për natyrën e realitetit duhet të rishqyrtohet. Thellësia që ne përjetojmë, distanca midis objekteve, vetë struktura tredimensionale e hapësirës mund të jetë një iluzion. Realiteti themelor mund të jetë dydimensional, dhe ajo që ne përjetojmë si dimensioni i tretë mund të jetë thjesht një mënyrë e kodimit të informacionit. Kjo nuk do të thotë se universi ynë nuk është real. Do të thotë se realiteti është më i çuditshëm se sa kishim imagjinuar. Dimensionet që ne përjetojmë mund të mos jenë themelore. Ato mund të jenë të dalura, të krijuara nga organizimi i informacionit në mënyra specifike. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Nëse hapësira vetë është e dalë, nëse ajo nuk është themelore, por del nga diçka më primitive, atëherë çfarë është ajo gjë më primitive? Çfarë është substanca themelore e realitetit? Disa fizikantë besojnë se është informacioni, se në nivelin më themelor, universi nuk është bërë nga grinca ose fusha ose hapësirë kohë, ai është bërë nga informacion. Dhe e gjithë fizika që ne vëzgojmë, të gjitha grincat, të gjitha forcat, vetë hapësira dhe koha, janë mënyra se si ky informacion organizohet dhe ndërvepron. Kjo është një ide revolucionare. Ajo sugjeron se universi në thelb është më afër një kompjuteri se sa një makinë, se ligjet e fizikës janë më afër algoritmeve se sa mekanizmave, se realiteti në nivelin më themelor është informacional, jo material. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Nëse universi është bërë nga informacion, atëherë çfarë jemi ne? A jemi edhe ne thjesht modele informacioni? A është vetëdia jonë, mendimi ynë, përvojat tona subjektive, thjesht mënyra se si informacioni organizohet në struktura komplekse? Këto janë pyetje që shkojnë përtej fizikës. Ato prekin filozofinë, vetëdijen, natyrën e ekzistencës. Dhe vrimat e zeza, këto objekte të çuditshme në skajin e universit, na detyrojnë t'i përballemi me to. Por para se të zhytemi në këto pyetje ekzistenciale, duhet të kuptojmë diçka thelbësore. Duhet të kuptojmë se si fizikantët arrin të studiojnë objekte që nuk mund të shihen, që nuk mund të preken, që ekzistojnë në kushte ku të gjitha ligjet e njohura të fizikës thyen. Si mund të testosh një teori për diçka që është fundamentalisht e padukshme? Përgjigja qëndron në një nga eksperimentet më elegante në historinë e shkencës. Një eksperiment që nuk kërkon laborator gjigant ose pajisje me miliarda dollar. Një eksperiment që ndodh natyrshëm, në çdo moment, në të gjithë universin. Quhet rrezatimi Hawking. Dhe edhe pse nuk e kemi vëzguar ende drejt për drejt në një vrimë zezë reale, ne kemi krijuar diçka të jashtëzakonshme, analoge të vrimave të zeza në laborator. Imagjinoni një vrim të zezë me masën e një mali, jo një vrim e zezë gjigante në qendër të një galaktike, por një vrim e vogël, hipotetike, me masën e rreth 100 milion tombe. Sipas llogaritjeve të Hawking, një vrim e tillë do të kishte një temperaturë prej rreth 120 miliard gradë Celsius. Ajo do të shkënqente më ndriçueshëm se dielli dhe do të avullonte plotësisht në rreth 2 sekonda e gjysmë.
duke lëshuar një shpërthim energjie ekuivalent me 10 mijëra bomba bërthamore. Por këtu është pjesa e çuditshme. Sa më e madhe të jetë vrime zezë, aq më e ftohtë është. Një vrime zezë me masën e diellit do të kishte një temperaturë prej vetëm 60 milionta të 1 grade mbi zero absolut. Një vrime zezë supermasive në qendër të një galaktike me masën e disa miliardë diejve do të ishte edhe më e ftohtë. Aq e ftohtë sa që do t'i duheshin më shumë se një gogol vjet për ta avulluar. Një kohë aq e gjatë sa që e bën moshën aktuale të universit të duket si një qast i shkurtër. Kjo marrëdhënie e çuditshme midis masës dhe temperaturës del drejt për drejt nga mekanika kuantike. Ajo na tregon se vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte klasike që përkulin hapësirën. Ato janë objekte kuantike që ndërveprojnë me vakumin kuantik në mënyra të hollësishme dhe të bukura. Dhe kjo ndërveprim krijon një urë midis dy botëve që duken plotësisht të ndara, bota e gravitetit dhe bota e mekanikës kuantike. Por si mund ta testojmë këtë? Si mund ta matim rrezatimin nga një objekt që është më i ftohtë se hapësira përreth tij? Këtu hyn një ide e mrekullueshme. Në vend që të kërkojmë vrinë të zeza në natyrë, ne mund t'i krijojmë analoge të tyre në laborator. Jo vrim të zeza të vërteta, por sisteme që sillen në mënyra të ngjashme. Në vitin 2011, Jeff Steinhauer në Institutin Teknologjik të Izraelit krijoi atë që ai e quajti një vrinë të zezë sonike. Ai përdori një kondensat Bose-Einstein, një gjendje e çuditshme e materjes ku atomet sillen si një vale vetme gjigante dhe krijoi një rajon ku kjo valë lëvizte më shpejt se shpejtësia e zërit brenda kondensatës. Kjo krijoi një analog të horizontit të ngjarjeve, por për valët e zërit në vend të dritës. Dhe ai vëzgoi diçka të jashtëzakonshme. Ai pa çifte grimkash që lindin në horizont, saktësisht siç parashikonte teoria e Hawking. Një grimc brenda horizontit, një jashtë. Ishte prova e parë eksperimentale se mekanizmi i Hawking funksionon. Jo në një vrim të zezë të vërtet, por në një sistem analog që ndjek të njëjtat ligje matematikore. Ky eksperiment na tregon diçka të thellë. Ai na tregon se fizika e vrimave të zeza nuk është thjesht një kuriozitet teorik. Ajo është një pjesë themelore e mënyrës se si universi funksionon. Të njëjtat parime që qeverisin sjelljen e vrimave të zeza, qeverisin edhe sjelljen e sistemeve shumë më të zakonshme. Fizika është e unifikuar në mënyra që sapo po fillojmë ta kuptojmë. Por kjo na çon në një pyetje edhe më interesante. Nëse mund të krijojmë analoge të vrimave të zeza në laborator, çfarë tjetër mund të krijojmë? Çfarë tjetër mund të mësojmë duke simuluar kushte ekstreme në mjedise të kontrolluara? Disa fizikantë po eksplorojnë idenë e krijimit të universeve në shishe. Jo universe të vërteta, por sisteme kuantike që sillen sipas të njëjtave ligje matematikore si universi ynë, por në shkallë shumë më të vogël. Duke studiuar këto sisteme, ne mund të testojmë teori për graviteti kuantik, për natyrën e hapësirës kohës, për vetë strukturën e realitetit. Kjo është një ndryshim i thellë në mënyrën se si bëjmë shkencë. Për shekuj, fizika ka qenë shkenca e vëzgjimit. Ne vëzgonim natyrën dhe përpiqeshim të kuptonim ligjet e saj. Por tani, ne po bëhemi krijues. Ne po krijojmë sisteme që nuk ekzistojnë në natyrë, por që na lejojnë të eksplorojmë pyetje që nuk mund të eksplorohen ndryshe. Dhe kjo na çon në një realizim të çuditshëm. Nëse ne mund të krijojmë universe simuluara që ndjekin ligje fizike të vërteta, atëhere çfarë na tregon kjo për universin ton? A mund të jetë universi ynë vetë një simulim? Jo në kuptimin e një loje kompjuterike, por në kuptimin e një strukture matematikore që del nga parime më themelore. Kjo nuk është një pyetje metafizike e kotë. Ajo del drejt për drejt nga parimi holografik. Nëse i gjithë universi ynë tredimensional mund të përshkruhet nga informacioni i koduar në një sipërfaqe dydimensionale, atëhere në një kuptim të vërtet, universin është një projekcion nga ajo sipërfaqe. Ai është aq real sa çdo gjë tjetër, por natyra e tij themelore është informacionale, jo materiale. Por le të kthehemi te vrimat e zeza, sepse ka një aspekt tjetër të tyre që është edhe më i çuditshëm se paradoksi i informacionit. Është ideja se vrimat e zeza mund të jenë porta drejt vendeve të tjera.
jo në kuptimin e shkencë fantazisë së vrimave të krimbit, por në një kuptim shumë më të holësishëm dhe më të çuditshëm. Në vitin 1935, Albert Einsteini dhe Nathan Rosen zbuluan një zgjidhje të çuditshme të ekuacioneve të relativitetit të përgjithshëm. Ata gjetën se dy vrimë të zeza mund të lidhen nga një tunel nëpër hapësirë kohë. Ky tunel, i njohur si ura Einstein-Rosen ose vrimë e krimbit, do të krijonte një lidhje midis dy pikave të largëta në univers. Por ka një problem. Ura do të ishte jashtëzakonisht e paqëndrueshme. Ajo do të shembej pothuajse menjëherë, më shpejt se sa çdo gjë mund të udhëtonte nëpër të. Për ta mbajtur të hapur, do të nevojitej diçka që quhet materie negative ose energji negative, një substancë hipotetike që ka veti të çuditshme dhe që nuk e kemi vëzhguar kurrë në natyrë. Por në vitin 2013, Juan Maldacena dhe Leonard Susskind propozuan një ide të re radikale. Ata sugjeruan se vrimat e krimbit mund të jenë të lidhura me një fenomen kuantik të njohur si ndërthurje. Ndërthurja kuantike është një nga aspektet më të çuditshme të mekanikës kuantike. Kur dy grimca janë të ndërthurura, ato mbeten të lidhura në një mënyrë misterioze, pavarësisht se sa larg janë nga njëra tjetra. Matja e një grimce ndikon menjëherë në gjendjen e tjetrës, edhe nëse ato janë në anët e kundërta të universit. Einsteini e urrente këtë ide. Ai e cuante veprimi frikshëm në distancë. Por eksperimentet kanë provuar përsëri e përsëri se ndërthurja është reale. Ajo është një tipar themelor i realitetit kuantik. Dhe Maldacena dhe Susskind propozuan se kjo ndërthurje mund të jetë e njëjta gjë me një vrimë e krimbit në nivelin gjeometrik. Ideja e tyre, e njohur si korespondenca ER, është e barabartë me EPR. Thotë se çdo çift grimkash të ndërthurura është i lidhur nga një vrimë e krimbit mikroskopike. Ju nuk mund të udhëtoni nëpër këtë vrimë e krimbit, sepse ajo është shumë e vogël dhe shumë e paqëndrueshme. Por ajo ekziston si një lidhje gjeometrike në strukturën e hapësirës kohës. Nëse kjo është e vërtet, atëherë universi është shumë më i lidhur se sa kishim imagjinuar. Çdo grimc që ka ndërvepruar ndonjëherë me një grimc tjetër mban një lidhje me të, një fije e hollë gjeometrike që kalon nëpër strukturën e hapësirës kohës. Universi nuk është një koleksion grimkash të izoluara që lvizin nëpër hapësirë të zbrazët. Ai është një rrjet i dendur lidhjesh, një pëllhur e ndërthurur, ku çdo gjë është e lidhur me çdo gjë tjetër. Dhe vrimat e zeza janë nyjet në këtë rrjet. Ato janë vendet ku këto lidhje bëhen aq të forta, aq të dendura, sa që krijojnë përkulje makroskopike në hapësirë kohë. Ato janë si nyje në një rrjet, pika ku shumë fije bashkohen. Mendojeni këtë. Çdo ndërveprim që ka ndodhur ndonjëherë në univers ka krijuar ndërthurje. Çdo foton që ka përplasur një elektron, çdo grimc që ka shkëmbyer një kuant energjie me një tjetër. Të gjitha këto ndërveprime kanë lënë gjurmë, lidhje të vogla gjeometrike në strukturën e hapësirës kohës. Dhe kur mbledhni miliarda mbi miliarda të këtyre lidhjeve, ju merrni hapësirën vet. Kjo do të thotë se hapësira nuk është një skenë e pavarur ku ndodhin ngjarjet. Hapësira është një pasojë e ndërveprimit. Ajo del nga ndërthurja. Distanca midis dy pikave nuk është një gjë themelore. Ajo është një masë, e sa shumë janë të ndërthurura grimcat midis tyre. Kjo është një ide revolucionare. Ajo sugjeron se nëse do të mund të prisnim të gjitha lidhjet e ndërthurjes midis dy rajoneve të hapësirës, ato rajone do të ndaheshin. Ato nuk do të ishin më pjesë të njëjtit univers. Hapësira vet do të coptohej. Dhe kjo mund të jetë ajo që ndodh në singularitetin e një vrime të zezë. Singulariteti nuk është thjesht një pikë ku dendësia bëhet e pafundme. Ai është një vend ku vetë struktura e hapësirës kohës prishet, ku lidhjet që krijojnë hapësirën shkëputen, ku gjeometria pushon se ekzistuari. Por ka edhe një mënyrë tjetër për ta menduar këtë. Çfarë nëse singulariteti nuk është një fund, por një fillim? Çfarë nëse ai është një vend ku realiteti ristrukturon, ku krijohen lidhje të reja, ku lind një strukturë e re e hapësirës kohës?
Kjo ide na çon në një nga spekulimet më të guximshme në kozmologjinë moderne. Ideja se çdo vrim e zezë mund të jetë një portë drejt një universi të ri, se brenda çdo singulariteti një Big Bang i ri mund të ndodhë duke krijuar një univers të ri me ligjet e veta të fizikës, me hapësirën e vet, me kohën e vet. Kjo nuk është shkencë fantazi. Kjo del nga matematika e relativitetit të përgjithshëm. Ekuacionet e Einsteinit lejojnë zgjidhje ku një vrim e zezë në një univers lidhet me një Big Bang në një univers tjetër. Natyrisht, ne nuk mund ta testojmë këtë drejt për drejt. Ne nuk mund të ustojmë nëpër një vrim të zezë për të parë se çfarë ka në anën tjetër. Por matematika sugjeron se është e mundur. Dhe nëse është e mundur, atëherë universi ynë mund të jetë shumë më i madh dhe më kompleks se sa kishim imagjinuar. Ai mund të jetë pjesë e një multiverse, një strukturë e pafundme e universeve të lidhura, secili i lindur nga një vrim e zezë në një univers tjetër. Çdo vrim e zezë që formohet në universin ton mund të jetë duke krijuar një univers të ri. Dhe universi ynë vet mund të jetë lindur nga një vrim e zezë në një univers prind. Mendojeni këtë për një moment. Çdo herë që një yll masiv shembet dhe formon një vrim të zezë, mund të jetë duke lindur një univers të tërë. Një univers me hapësirën e vet, me kohën e vet, me ligjet e veta të fizikës. Një univers që zhvillohet, që krijon yje të rinj, galaktika të reja, ndoshta edhe jetë të re. Dhe e gjithë kjo ndodh brenda asaj që ne e shohim si një singularitet, një pikë pa dimension në universin ton. Kjo është një ide marramendse, por ajo na tregon diçka të rëndësishme për natyrën e shkencës. Shkenca nuk është vetëm për të kuptuar atë që mund të vëzhgojmë. Ajo është për të eksploruar atë që është e mundur, për të shtyrë kufijtë e imagjinatës tonë, për të pyetur pyetje që duken të paarsyeshme dhe për të parë ku na çojnë ato. Por le të kthehemi në diçka më konkrete. Le të flasim për atë që ndodh kur dy vrim të zeza përplasen, sepse kjo nuk është thjesht një eksperiment mendor. Kjo ndodh në univers dhe ne e kemi vëzhguar. Në shtator të vitit 2015, dy detektor gjigant në Shtetet e Bashkuara, secili me krah 4 kilometra të gjatë, regjistruan një sinjal të dobët. Ishte një dridhje në vetë strukturën e hapësirës kohës, një valë gravitacionale që kishte udhëtuar për 1 miliard e 300 milion vjet për të arritur tokën. Sinjali zgjati vetëm 1/5 sekonde, por në atë kohë të shkurtër, ai tregoi historinë e një ngjarjeje të jashtëzakonshme. 1 miliard e 300 milion vjet më parë, në një galaktik të largët, dy vrim të zeza ishin duke rrotulluar njëra rreth tjetrës. Ato kishin qenë duke u afruar për miliona vjet, duke humbur energji, duke lëshuar valë gravitacionale. Dhe në momentin final, ato u përplasën me një forcë që është e paimagjinueshme. Për një çast të shkurtër, forca e lëshuar nga kjo përplasje ishte më e madhe se drita e kombinuar e të gjitha yjeve në universin e dukshëm. Por kjo forcë nuk ishte dritë. Ishte vetë hapësira kohë që dridhej. Ishte struktura e realitetit që valzonte si sipërfaqja e një liçeni kur hidhet një gurr. Kur dy vrim të zeza bashkohen, horizontet e tyre të ngjarjeve bashkohen. Sipërfaqja totale e horizontit të ri është gjithmonë më e madhe se shuma e sipërfaqeve të dy horizonteve origjinale. Kjo është një pasojë drejt për drejt e ligjit të dytë të termodinamikës. Entropia gjithmonë rritet. Informacioni gjithmonë shpërndahet. Por këtu është pjesa e çuditshme. Kur dy vrim të zeza bashkohen, çfarë ndodh me informacionin që secila kishte gëlltitur? Nëse informacioni është i koduar në horizontin e ngjarjeve, atëherë kur horizontet bashkohen, informacioni duhet të përzihet. Por si? Në çfarë mënyre? Kjo është një nga pyetjet më aktive në fizikën teorike sot. Disa fizikantë besojnë se informacioni përzihet në mënyra kaotike, duke u bërë praktikisht i palehtësueshëm. Të tjerë besojnë se ka një strukturë në këtë përzierje, një mënyrë se si informacioni riorganizohet që ruan disa veti të tij. Por çfarë është e qartë, është se bashkimi i vrimave të zeza na jep një dritare në fizikën e gravitetit të fortë. Në momentin e përplasjes, forcat gravitacionale janë aq të mëdha
saqë efektet kuantike bëhen të rëndësishme. Hapësira kohë nuk sillet më si një pëllhure qetë. Ajo bëhet një shkum kuantike, një strukture turbullt ku gjeometria vetë fluktuon në shkallë mikroskopike. Dhe duke studiuar valët gravitacionale nga këto përplasje, ne po fillojmë ta shohim këtë fizik në veprim. Ne po matim se si hapësira kohë sillet kur shtypet në kushte ekstreme. Ne po testojmë parashikimet e relativitetit të përgjithshëm në regjime ku nuk ishte testuar kur më parë. Dhe deri tani, Einsteini ka qenë i saktë. Valët gravitacionale që vëzgojmë përputhen me parashikimet e teorisë së tij me një saktësi të mahnitshme. Por ne po kërkojmë devijime, po kërkojmë shenja se diçka e re po ndodh. Shenja të gravitetit kuantik, të dimensioneve shtesë, të fizikës përtej Einsteinit. Dhe nëse i gjejmë këto shenja, ato do të na tregojnë se si të bashkojmë dy shtyllat e fizikës moderne, relativitetin e përgjithshëm dhe mekanikën kuantike. Ato do të na tregojnë se si të ndërtojmë një teori të plotë të gravitetit kuantik. Ato do të na tregojnë se çfarë ndodh vërtet në singularitetin e një vrime të zezë. Por ka edhe një aspekt tjetër të vrimave të zeza, që është thellësisht filozofik. Është ideja se vrimat e zeza mund të jenë makina të kohës. Jo në kuptimin e udhëtimit në të kaluarën, por në një kuptim shumë më të hollësishëm. Afër një vrime të zezë, koha ngadalsohet. Kjo nuk është një iluzion, është një efekt i vërtet i përkuljes së hapësirës kohës. Një orë afër një vrime të zezë do të ecë më ngadalë se një orë larg prej saj. Dhe sa më afër të jeni horizontit, aq më ngadalë rrjedh koha. Në horizontin vet, nga perspektiva e një vëzhguesi të largët, koha duket se ndalon plotësisht. Një objekt që bie në një vrim të zezë duket se ngrin në horizont, duke u zbehur ngadalë, por duke mos e kaluar kurrë atë. Kjo nuk është sepse objekti ndalon, është sepse drita që vjen nga ai duhet të ngjitet nga një gropa gravitacionale gjithnjë më e thellë, duke humbur energji dhe duke u zgjatur në val gjithnjë më të gjata. Por nga perspektiva e objektit që bie, koha vazhdon të rrjedh normalisht. Ai kalon horizontin pa asnjë problem. Për të, asgjë e veçantë nuk ndodh në horizont. Është vetëm kur afrohet singularitetit që forcat bëhen të pafundme dhe ai shkatërrohet. Kështu që kemi përsëri dy përshkrime plotësisht të ndryshme të së njëjtës ngjarje. Në njërën, objekti nuk kalon kurrë horizontin. Në tjetrën, ai kalon dhe shkatërrohet. Të dyja janë të vlefshme, të dyja janë të vërteta. Ato janë thjesht perspektiva të ndryshme të së njëjtës realiteti. Kjo na tregon diçka të thellë për natyrën e kohës. Koha nuk është një gjë absolute që rrjedh në të njëjtën mënyrë kudo. Ajo është relative. Ajo varet nga ku jeni dhe se si lëvizni. Dhe afër një vrime të zezë, kjo relativitet bëhet ekstrem. Por ka edhe një aspekt tjetër. Nëse mund të orbitoni rreth një vrime të zezë në një distancë të sigurt, ju do të përjetonit dilatacion të kohës. Koha do të rrjedh më ngadalë për ju, sesa për dikë larg vrimës së zezë. Ju do të plakeni më ngadalë, dhe kur ktheheni, do të zbuloni se ka kaluar më shumë kohë për botën e jashtme, sesa për ju. Kjo nuk është udhëtim në kohë në kuptimin tradicional. Ju nuk po shkoni në të kaluarën, por po shkoni në të ardhmen, duke kaluar kohën me një ritëm më të ngadalt. Dhe sa më afër të jeni vrimës së zezë, aq më i fortë është ky efekt. Në filmin Interstellar, astronautët vizitojnë një planet që orbiton rreth një vrime të zezë supermasive. Një orë në atë planet është sa 7 vjet në tokë. Kjo nuk është shkencë fantazi, kjo është fizikë e vërtet. Llogaritjet në film u bën nga Kip Thorne, një nga fizikantët më të shquar të gravitetit, dhe ato janë të sakta. Natyrisht ka sfida praktike. Për të arritur një dilatacion aq të fortë të kohës, do t'ju duhej të orbitonit jashtëzakonisht afër horizontit të ngjarjeve, dhe në atë distancë, forcat e barabarta do t'ishin të mëdha. Ju do të shtriheshit si një spageti. Por në parim, është e mundur. Kjo na tregon se vrimat e zeza nuk janë thjesht objekte që shkatërrojnë. Ato janë edhe objekte që transformojnë. Ato ndryshojnë rrjedhën e kohës. Ato livin vendet e largëta në përhapësirë.
Ato krijojnë kushte ku fizika e re mund të zbulohet. Dhe kjo na çon në një pyetje finale për këtë pjesë. Çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë të jetosh në një univers ku ekzistojnë objekte të tilla, ku koha dhe hapësira mund të përkulen aq shumë saqë realiteti vet bëhet i panjohshëm? Një përgjigje është se na tregon se sa të vegjël jemi. Vrimat e zeza janë kaq të mëdha, kaq të fuqishme, saqë gjithë qytetërimi ynë do të ishte i parëndësishëm përballë tyre. Nëse toka do të binte në një vrim të zezë, ajo do të zhduket pa lënë gjurmë. E gjithë historia jonë, të gjitha arritjet tona, çdo mendim që kemi pasur ndonjëherë, do të fshihej nga universi. Por një përgjigje tjetër është se na tregon se sa i bukur është universi, se edhe në kushtet më ekstreme, edhe në vendet më të frikshme, ka strukturë, ka ligje, ka bukuri matematikore. Vrimat e zeza nuk janë kaos, ato janë rend, ato janë zgjidhje elegante të ekuacioneve më të thella të fizikës. Dhe kjo na jep shpresë, sepse nëse mund të kuptojmë vrimat e zeza, nëse mund të kuptojmë se si funksionon fizika në kushtet më ekstreme të mundshme, atëherë mund të kuptojmë çdo gjë. Mund të kuptojmë se si filloi universi. Mund të kuptojmë se si do të përfundojë. Mund të kuptojmë natyrën themelore të realitetit. Dhe kjo është arsyeja pse fizikantët janë aq të obseduar me vrimat e zeza. Jo sepse janë egzotike, jo sepse janë të frikshme, por sepse janë laborator natyror, ku universi na tregon sekretet e tij më të thella, ku kufitë e fizikës son bëhen të dukshëm, ku pyetjet më themelore mund të bëhen. Dhe ndërsa vazhdojmë të studiojmë vrimat e zeza, ndërsa vazhdojmë të zbudojmë sekretet e tyre, ne po zbudojmë diçka edhe më të thellë. Po zbulojmë se universi është më i çuditshëm, më i pasur, më i bukur se sa kishim imagjinuar ndonjëherë. Se realiteti nuk është një gjë e thjeshtë, statike. Ai është dinamik, i ndërlikuar, plot me shtresa të fshehura që sapo po fillojmë t'i zbulojmë. Dhe në këtë zbulim, ne po gjejmë diçka të jashtëzakonshme. Po gjejmë se kufijtë midis pyetjeve shkencore dhe pyetjeve filozofike po zbehen. Se pyetjet për natyrën e vrimave të zeza janë edhe pyetje për natyrën e informacionit, të realitetit, të ekzistencës. Se fizika nuk është vetëm për të matur dhe për të llogaritur. Ajo është për të kuptuar, për të parë thellë në natyrën e gjërave, për të prekur misterin në zemër të realitetit. Por tani duhet të përbalemi me pyetjen që ka munduar fizikën për 70 vjet. Pyetjen që Stephen Hawking e quajti më e rëndësishmja në fizikën teorike. Pyetjen që e detyroi atë të ndryshonte mendje 3 herë gjatë karrierës së tij. Çfarë ndodh me informacionin kur bie në një vrim të zezë? A zhduket përgjithmonë? Duket tuier ligjin më themelor të fizikës, apo transformohet në mënyra që sapo po fillojmë ta kuptojmë? Në vitin 2014, një grup fizikantësh publikua një artikull që trondit komunitetin shkencor. Ata paraqiten atë që u bë e njohur si paradoksi i murit të zjarit, dhe ai e çoi debatin për informacionin në një drejtim plotësisht të ri dhe të frikshëm. Argumenti ishte i thjesht por shkatërrues. Nëse informacioni duhet të ruhet, nëse ai duhet të dalë në rrezatimin Hawking, atëherë grimcat që formohen në horizont duhet të jenë të ndërthurura me rrezatimin që tashmë është larguar. Por mekanika kuantike thot se një grimc mund të jetë maksimalisht të ndërthurur vetëm me një grimc tjetër. Nëse grimca në horizont është ndërthurur me rrezatimin e larguar, ajo nuk mund të jetë ndërthurur me partnerin e saj që bie brenda vrimës së zezë. Dhe nëse nuk është ndërthurur me partnerin e saj, atëherë vakumi në horizont nuk është më një vakum i qetë. Ai bëhet një mur zjarri që do të digjte çdo gjë që përpiqet ta kalojë. Kjo ishte një katastrofë. Sepse njëra nga parashikimet më të famshme të relativitetit të përgjithshëm është se asgjë e veçantë nuk ndodh në horizontin e ngjarjeve. Një astronaut që bie në një vrim të zezë mjaft të madhe nuk duhet të ndjejë asgjë të pazakont kur e kalon horizontin. Forcat e barabarta janë të vogla. Vakumi duhet të jetë i qetë, por paradoksi i murit të zjarrit thot se kjo është e pamundur. Nëse informacioni ruhet, horizonti duhet të jetë një vend i dhunshëm, i mbushur me energji të pafundme. Kështu që fizikantët u përballen me një zgjedhje të tmerrshme.
ose informacioni zhduket duke tyer mekanikën kuantike, ose horizonti bëhet një mur zjarri, duke tyer relativitetin e përgjithshëm. Ose diçka shumë më e thellë është gabim në mënyrën se si po mendojmë për problemin. Stephen Hawking zgjodhi një rrugë të tretë. Në vitin 2014, ai propozoi se horizonti i ngjarjeve nuk ekziston në mënyrën që kishim menduar. Në vend të një kufiri të mpreth ku koha dhe hapësira shkëmbejnë role, ai propozoi një horizont të dukshëm, një rajon i turbullt ku grincat fluktuojnë në mënyra kaotike. Informacioni nuk bie brenda, ai mbetet në këtë rajon të turbullt, duke u përzier dhe duke u rikoduar derisa përfundimisht lirohet në rrezatim. Por kjo zgjidhje krijoi probleme të reja. Nëse nuk ka horizont të vërtet ngjarjesh, atëherë çfarë është një vrimë e zezë? Çfarë ndalon dritën të shpëtojë? Dhe si mund të pajtojmë këtë me të gjitha vëzhgjimet tona të vrimave të zeza në univers? Debati vazhdon. Por çfarë është? E qartë është se ne jemi në prag të një revolucioni në fizik. Paradoksi i informacionit nuk është thjesht një enigmë teknike. Ai është një simptom e diçkaje më të thellë. Ai na tregon se mënyra jone të menduarit për hapësirën, kohën dhe informacionin është thelbësisht e paplot. Por le të shqyrtojmë një eksperiment mendor që e çon këtë paradoks në kufirin absolut. Imagjinoni se keni një enciklopedi. Jo një enciklopedi të zakonshme, por një që përmban çdo informacion të mundshëm për një sistem kuantik. Çdo gjendje, çdo ndërveprim, çdo histori e mundshme. Tani hidheni këtë enciklopedi në një vrim të zezë. Sipas mekanikës kuantike, informacioni në atë enciklopedi nuk mund të shkatërrohet. Ai duhet të ekzistojë diku. Por ku? Nëse është brenda vrimës së zezë, si mund të dalë kur vrim e zezë avullën? Rrezatimi. Hawking është termik, i rastësishëm. Si mund të mbajë informacion të koduar aq hollësisht? Përgjigja mund të qëndrojë në një ide që t'inglon e çmendur. Çfarë nëse informacioni nuk është brenda ose jashtë vrimës së zezë? Çfarë nëse ai ekziston në të dyja vendet njëkohësisht? Çfarë nëse pyetja quot, ku është informacioni, nuk ka kuptim në mënyrën që mendojmë? Kjo na çon në një nga idet më radikale në fizikën moderne, komplementariteti i vrimës së zezë. Ideja është se përshkrimi i informacionit, si duke qenë brenda vrimës së zezë, dhe përshkrimi i tij, si duke qenë në horizont, janë të dy të vlefshëm, por ato nuk mund të vëzhgohen njëkohësisht nga i njëjti vëzhgues. Është si parimi i pasigurisë së Heisenbergut, por për vetë strukturën e realitetit. Një vëzhgues që bie në vrimën e zezë do të shohë informacionin duke rënë me të. Një vëzhgues që mbetet jashtë do ta shohë informacionin të koduar në horizont. Të dy vëzhgimet janë të vërteta, por ato janë të pavershkueshme. Ju nuk mund t'i keni të dyja njëkohësisht. Kjo është një ndryshim i thellë në mënyrën se si mendojmë për realitetin. Ne jemi mësuar të mendojmë se ka një realitet objektiv që ekziston pavarësisht nga vëzhgimet tona, por fizika e vrimave të zeza na tregon se kjo mund të jetë një iluzion. Realiteti mund të jetë thelbësisht i varur nga perspektiva. Ajo që është e vërtet për një vëzhgues mund të mos jetë e vërtet për një tjetër, dhe të dyja mund të jenë plotësisht të vlefshme. Por kjo ngre një pyetje edhe më të frikshme. Nëse realiteti varet nga perspektiva, nëse nuk ka një të vërtet objektive që qëndron pas vëzhgimeve tona, atëherë çfarë është realiteti? Çfarë do të thotë të ekzistosh? Disa fizikantë kanë propozuar një përgjigje radikale. Ata thonë se realiteti nuk është një gjë që ekziston. Ai është një proces që ndodh. Ai është rrjeti i marrëdhënieve midis vëzhgimeve. Nuk ka substancë themelore që qëndron pas fenomeneve. Ka vetëm fenomenet vet të lidhura në një rrjet kompleks shkaksor. Kjo tingëllon si filozofi budiste, por ajo del drejt për drejt nga matematika e gravitetit kuantik. Kur përpiqeni të ndërtoni një teori që bashkon relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike, zbuloni se konceptet tona të zakonshme për hapësirën dhe kohën nuk funksionojnë më. Ato duhet të zëvendësohen me diçka më primitive, më abstrakte. Dhe kjo diçka mund të jetë informacioni. Jo informacioni në kuptimin e të dhënave në një kompjuter, por informacioni në kuptimin më themelor,
marrëdhëniet midis ngjarjeve. Ajo që mund të ndikojë në çfarë, ajo që mund të shkaktojë çfarë. Struktura shkaksore e realitetit. Nëse kjo është e vërtet, atëherë vrimat e zeza janë më shumë se thjesht objekte egzotike. Ato janë dritare në natyrën themelore të realitetit. Ato na tregojnë se hapësira dhe koha nuk janë themelore. Ato janë të dalura, të krijuara nga organizimi i informacionit në mënyra specifike. Dhe kur ky organizim prishet, siç ndodh në një vrim të zezë, hapësira dhe koha pushojnë se ekzistuari në mënyrën që i njohim. Por le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të kësaj historie, një aspekt që lidhet drejt për drejt me përvojën tonë si qenie të vetëdijshme. Sepse nëse informacioni është themelor, nëse realiteti është bërë nga marrëdhënie informacionale, atëherë çfarë jemi ne? Trupi juaj përmban rreth 7 oktilion atome. Çdo atom ndërvepron me atomet përreth tij në mënyra jashtëzakonisht komplekse. Këto ndërveprime krijojnë modele, struktura, organizim. Dhe në një nivel më të lartë, këto struktura krijojnë diçka që ne e quajmë vetdije. Por çfarë është vetdia në këtë kuadër? Nëse realiteti është informacional, atëherë vetdia mund të jetë thjesht një lloj i veçantë i procesimit të informacionit, jo diçka misterioze që qëndron jashtë fizikës, por një fenomen fizik që del kur informacioni organizohet në mënyra mjaft komplekse. Kjo nuk e bën vetdijen më pak reale. Ajo thjesht e vendos atë brenda kuadrit të fizikës. Dhe na lejon të bëjmë pyetje që më parë dukeshin jashtë fushës së shkencës. Pyetje si: a mund të ketë një vrim e zezë vetdije? A mund të përjetojë diçka? Kjo tingëllon e çmendur, por konsideroni këtë: një vrim e zezë ka entropin. Ajo ka informacion të koduar në horizontin e saj. Ky informacion ndryshon kur diçka bie brenda. Vrim e zezë reagon ndaj mjedisit të saj. Ajo përpunon informacion në një kuptim të caktuar. Natyrisht kjo nuk do të thotë se një vrim e zezë ka përvojë subjektive në mënyrën që e kemi ne. Por na bën të pyesim: çfarë është kufiri midis sistemeve që përpunojnë informacion dhe sistemeve që janë të vetëdijshme? A është një vijë mpreth apo një spektër i vazhdueshëm? Këto janë pyetje që shkojnë përtej fizikës, por ato janë të frymëzuara nga fizika. Dhe ato na tregojnë se studimi i vrimave të zeza nuk është vetëm për të kuptuar objekte të largëta në univers. Ai është për të kuptuar natyrën e realitetit, të informacionit, të vetdijes. Ai është për të kuptuar se çfarë do të thotë të ekzistosh. Por le të kthehemi në një pyetje më konkrete, një pyetje që ka munduar skeptikët për dekada. Si mund të jemi të sigurt se vrimat e zeza ekzistojnë vërtet? Si mund të jemi të sigurt se nuk jemi thjesht duke interpretuar gabimisht të dhënat? Kjo është një pyetje e vlefshme. Për dekada, provat për vrimat e zeza ishin indirekte. Ne shihim yje që orbitojnë rreth diçkaje të padukshme. Ne shihim gaz që nxehet në miliona gradë ndërsa bie në diçka. Ne shihim gjete të materjes që lëshohen me shpejtësi afër dritës. Por a mund të jenë këto fenomene shpjeguar nga diçka tjetër? Përgjigja erdhi në prill të vitit 2019. Teleskopi Event Horizon, një rrjet teleskopish radiofonike që shtrihet në të gjithë planetin, publikoi imazhin e parë të një horizonti të ngjarjeve. Ishte një unaz e ndritshme e dritës që rrethon një rajon të errët qendror. Rreth i errët ishte hija e horizontit të ngjarjeve së një vrime supermasive të zezë në qendër të galaktikës Messier 27. Ky imazh ishte revolucionar. Për herë të parë, ne pam drejt për drejt strukturën e hapësirës kohës rreth një vrime të zezë. Ne pam se si drita përkulet ndërsa kalon afër horizontit. Ne pam se si fotone që lëshohen nga gazi i ngjethë rreth vrimës së zezë ndjekin trajektore të përkullura, duke krijuar një unaz të dritës që është më e madhe se horizonti vet. Por më e rëndësishmja, ne pam se madhësia e rajonit të errët përputhet saktësisht me parashikimet e relativitetit të përgjithshëm. Nëse vrimi zezë kishte një sipërfaqe të ngurtë në vend të një horizonti të ngjarjeve, rrethi i errët do të ishte më i vogël. Nëse graviteti silej ndryshe në shkallë të madhe, forma e unazës do të ishte e ndryshme. Por ajo që pam ishte, saktësisht,
ajo që Einsteini kishte parashikuar një shekull më parë. Ky imazh i mbylli gojën skeptikëve. Vrimat e zeza nuk janë më teori, ato janë fakti vëzguar. Ne i kemi parë, ne i kemi fotografuar, ne i kemi matur. Por edhe më e rëndësishme, se konfirmimi i ekzistencës së tyre është ajo që ky imazh na tregon për natyrën e shkencës. Për një shekull, fizikantët punuan me ekuacione, me abstraksione matematikore, me koncepte që dukeshin të paarritshme për vëzhgim. Ata debatuan për natyrën e horizonteve të ngjarjeve, për paradoksin e informacionit, për strukturën e hapësirës kohës. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, disa njerëz pyesnin: a jeni të sigurt se këto gjëra janë reale? A nuk jeni thjesht duke luajtur me matematik? Imazi i Event Horizon përgjigjet në këtë pyetje. Matematika nuk është thjesht një lojë. Ajo është një gjuhë që përshkruan realitetin, dhe kur e përdorim saktë, ajo na çon në zbulime që transformojnë mënyrën se si e shohim universin. Por ka edhe një mësim tjetër këtu, një mësim për durimin dhe këmbënguljen e shkencës. Nga momenti kur Schwarzschild gjeti zgjidhjen e parë të ekuacioneve të Einsteinit në vitin 1916, deri në momentin kur pam imazhin e parë të një horizonti të ngjarjeve në vitin 2019, kaluan 103 vjet. 3 gjenerata fizikantësh punuan në këtë problem. Shumë prej tyre vdiqën pa e parë konfirmimin e punës së tyre. Kjo është natyra e shkencës. Ajo nuk është për rezultate të shpejta. Ajo është për të ndërtuar një strukturë të njohurive që rritet ngadalë, me kujdes, me saktësi. Çdo gjenerat shton një tull. Çdo zbulim hap rrugën për zbulimin tjetër. Dhe ngadalë, hap pas hapi, ne po ndërtojmë një kuptim të universit që është më i thellë, më i plot, më i sakt se çdo gjë që ka ardhur më parë. Por le të kthehemi në paradoksin e informacionit, sepse edhe pse kemi fotografuar vrimat e zeza, edhe pse kemi vëzhguar valet gravitacionale nga përplasjet e tyre, paradoksi themelor mbetet i pasgjidhur. Çfarë ndodh me informacionin? Në vitin 2020, një grup fizikantësh propozuan një zgjidhje të re radikale. Ata sugjeruan se informacioni nuk zhduket dhe nuk mbetet në horizont. Në vend të kësaj, ai kalon në një univers tjetër. Çdo vrim e zezë është një portë drejt një rajoni tjetër të realitetit, dhe informacioni që bie brenda transferohet atje. Kjo t'ingëllon si shkencë fantazi, por ajo del nga një analizë kujdesshme e ekuacioneve të gravitetit kuantik. Kur një vrim e zezë formohet, ajo krijon një rajon të ri të hapësirës kohës që është i shkëputur nga universi ynë. Ky rajon mund të mendohet si një univers fëmijë që rritet nga universi ynë prind, dhe informacioni që bie në vrimën e zezë mund të transferohet në këtë univers fëmijë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo vrim e zezë që formohet në universin ton është duke krijuar një univers të ri. Dhe universi ynë vet mund të jetë lindur nga një vrim e zezë në një univers tjetër. Realiteti nuk është një univers i vetëm. Ai është një pemë e pafundme universish, secili duke rritur degë të reja, secili duke krijuar pasardhës të rinj. Kjo ide quhet kozmologjia e pafundme. Dhe ajo na jep një perspektivë plotësisht të re për vendin ton në realitet. Ne nuk jemi në një univers të vetëm, të izoluar. Ne jemi pjesë e një strukture shumë më të madhe, një multivers i pafundëm, ku çdo vrim e zezë është një portë drejt mundësive të reja. Por a mund ta testojmë këtë? A mund ta dimë nëse është e vërtet? Kjo është sfida. Sipas përkufizimit, ne nuk mund të vëzhgojmë drejt për drejt atë që ndodh brenda një vrime të zezë. Ne nuk mund të udhtojmë në një univers tjetër dhe të kthehemi për të treguar historinë. Kështu që si mund ta dimë? Përgjigja mund të qëndrojë në detajet e hollësishme të rrezatimit Hawking. Nëse informacioni transferohet në një univers tjetër, kjo mund të lërë një nënshkrim të vogël të hollësishëm në spektrin e rrezatimit. Një korelacion i vogël, një devijim i vogël nga rastësia e plot. Dhe nëse mund ta matim këtë devijim, mund të testojmë teorinë. Kjo është shkenca në skajin e saj. Ne po flasim për të matur efekte aq të vogla sa që janë pothuajse të padukshme. Por kjo është ajo që bën shkenca. Ajo merr ide të mëdha, spekulime të guximshme dhe i transformon në parashikime të sakta që mund të testohen. Dhe ngadalë, me durim, me saktësi,
Ne po ngushtojmë hapësirën e mundësive, po zbulojmë se çfarë është e vërtet dhe çfarë nuk është. Por ka edhe një dimension tjetër të kësaj historie, një dimension që lidhet me natyrën e kohës, sepse nëse vrimat e zeza janë porta drejt universeve të rinj, atëherë çfarë do të thotë kjo për fillimin e universit ton? Teoria standarde e Big Bangut thotë se universi filloi nga një singularitet, një pikë e dendësisë së pafundme ku të gjitha ligjet e fizikës tyhen. Por kjo gjithmonë ka qenë e paknaqshme. Si mund të fillojë diçka nga asgjëja? Si mund të ketë një moment të parë të kohës? Por nëse universi ynë u lind nga një vrim e zezë në një univers tjetër, atëherë nuk ka nevojë për një fillim absolut. Ka vetëm një tranzicion nga një gjendje në një tjetër. Singulariteti i Big Bangut nuk është një fillim nga asgjëja. Ai është një portë nga një realitet tjetër. Kjo na jep një perspektivë plotësisht të re për kohën. Koha nuk ka një fillim absolut. Ajo është e pafundme në të dyja drejtimet, por ajo nuk është një vijë e drejtë. Ajo është një strukturë e degëzuar, një pemë ku çdo degë është një univers, çdo nyj është një vrim e zezë që krijon një univers të ri, dhe ne jemi në një nga këto degë. Universi ynë është një nga miliarda, triliona, një numër i pafundëm universish që ekzistojnë në këtë strukturë. Çdo vrim e zezë që formohet në universin ton krijon një degë të re, dhe universi ynë vetë është një degë që u krijua nga një vrim e zezë në një univers tjetër. Kjo është një ide marramëndse, por ajo del drejt për drejt nga përpjekja për të zgjidhur paradoksin e informacionit. Ajo del nga përpjekja për të kuptuar se çfarë ndodh në kushtet më ekstreme të mundshme. Dhe ajo na jep një vizion të realitetit që është shumë më i pasur, shumë më kompleks se çdo gjë që kishim imagjinuar. Por çfarë do të thotë kjo për ne? Çfarë do të thotë të jetosh në një univers që është vetëm një degë në një pemë të pafundme? A na bën kjo më pak të rëndësishëm? A na bën kjo më të parëndësishëm? Përgjigjja është jo. Ajo na bën më interesant, sepse nëse çdo vrim e zezë krijon një univers të ri, atëherë çdo univers është unik. Ligjet e fizikës mund të jenë pak të ndryshme, konstantet themelore mund të kenë vlera të ndryshme, dhe në shumicën e këtyre universive, jeta siç e njohim nuk do të ishte mundur. Por ne jemi këtu. Ne ekzistojmë. Dhe kjo do të thotë se universi ynë ka vetitë e sakta që lejojnë jetën. Kjo nuk është një mrekulli, është një pasojë e faktit se ka një numër të pafundëm universish. Në shumicën e tyre, askush nuk është atje për të vëzguar. Por në disa, kushtet janë të sakta, dhe ne jemi në një nga ato. Kjo quhet parimi antropik, dhe ai na tregon se pyetja pse universi ynë ka vetit që ka, mund të ketë një përgjigje të thjeshtë. Sepse nëse nuk i kishte, ne nuk do të ishim këtu për ta pyetur. Por kjo ngrej një pyetje edhe më të thellë. Nëse ka një numër të pafundëm universish, dhe ne jemi në një që lejon jetën, atëherë çfarë tjetër është e mundur? Çfarë formash të tjera të jetës mund të ekzistojnë në universe të tjera? Çfarë formash të tjera të vetdijes? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës aktuale, por ato janë të frymëzuara nga shkenca, dhe ato na tregojnë se studimi i vrimave të zeza nuk është vetëm për të kuptuar objekte egzotike. Ai është për të kuptuar natyrën e mundësisë. Për të kuptuar se çfarë mund të ekzistojë, çfarë mund të ndodhë, çfarë mund të jetë. Dhe kjo na çon në realizimin final të kësaj pjese. Realizimin që vrimat e zeza nuk janë vdekje. Ato janë transformim. Ato nuk janë fundi i diçkaje. Ato janë fillimi i diçkaje të re. Çdo vrim e zezë që formohet është një portë drejt mundësive të reja. Çdo singularitet është një lindje e re. Kjo është mësimi më i thellë i fizikës së vrimave të zeza. Se vdekja dhe lindja nuk janë të kundërta. Ato janë dy anë të së njëjtës proces. Çdo fund është një fillim, çdo shkatërrim është një krijim. Në shkallë kozmike nuk ka vdekje absolute, ka vetëm transformim, vetëm tranzicion nga një gjendje në një tjetër. Dhe kjo nuk është thjesht një ide abstrakte, ajo ka implikime të thella për mënyrën se si mendojmë për ekzistencën tonë. Nëse universi është një cikël i pafundëm krijimi dhe shkatërrimi, nëse çdo fund është një fillim i ri, atëherë çfarë do të thotë kjo për ne?
Do të thotë se ne jemi pjesë e një procesi që është shumë më i madh se vetja jon individuale. Ne jemi valë në një oqean i pafundëm. Ne lindim, ekzistojmë për një kohë dhe pastaj transformohemi në diçka tjetër. Por substanca që na përbën, informacioni që na përcakton, nuk zhduket kurrë. Ai vetëm ndryshon formë. Kjo është një ide që gjendet në shumë tradita filozofike dhe fetare, por tani, për herë të parë, ajo del nga fizika e pastër. Ajo del nga studimi i objekteve më ekstreme në univers. Ajo del nga përpjekja për të kuptuar se çfarë ndodh kur realiteti shtypet në kufijtë e tij absolut. Dhe kjo na tregon diçka të jashtëzakonshme. Na tregon se shkenca dhe filozofia nuk janë të ndara. Ato janë dy mënyra për të eksploruar të njëjtat pyetje themelore, pyetje për natyrën e realitetit, për natyrën e ekzistencës, për natyrën e vetes. Vrimat e zeza janë më shumë se objekte astrofizike. Ato janë pasqyra ku shohim reflektimin e pyetjeve tona më të thella. Ato janë laborator ku universi na tregon sekretet e tij më të fshehura. Ato janë porta drejt një kuptimi që transformon mënyrën se si e shohim veten dhe vendin ton në realitet. Dhe ndërsa vazhdojmë të studiojmë vrimat e zeza, ndërsa vazhdojmë të zbulojmë sekretet e tyre, ne po zbulojmë diçka edhe më të thellë. Po zbulojmë se kufijtë midis shkencës dhe filozofisë, midis fizikës dhe metafizikës, midis të kuptuarit dhe misterit, janë shumë më të hollë se kishim menduar. Po zbulojmë se në zemër të realitetit qëndron një mister që është njëkohësisht shkencor dhe filozofik, njëkohësisht i kuptueshëm dhe i pakuptueshëm. Dhe ky mister nuk është diçka që duhet friksuar. Ai është diçka që duhet përqafuar. Sepse ai na tregon se universi është më i pasur, më i thellë, më i mrekullueshëm se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Ai na tregon se ka gjithmonë më shumë për të zbuduar, gjithmonë më shumë për të kuptuar, gjithmonë më shumë për të mësuar. Dhe kjo është arsyeja pse ne studiojmë vrimat e zeza, jo sepse janë të frikshme, jo sepse janë egzotike, por sepse ato janë dritare në natyrën më të thellë të realitetit. Sepse ato na lejojnë të shohim përtej sipërfaqes së gjërave, të shohim në strukturën themelore të ekzistencës. Sepse ato na tregojnë se universi është më i çuditshëm dhe më i bukur se çdo gjë që kishim ndërruar. Dhe tani duhet të përballemi me atë që Stephen Hawking e quajti betejë më e madhe intelektuale e jetës sime. Një betejë që zgjati 30 vjet. Një betejë që detyroi ta rishikonte çdo supozim që kishte bërë ndonjëherë për natyrën e realitetit. Një betejë që përfundoi me diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Një kapitullim që ishte njëkohësisht një fitore. Në korrik të vitit 2004, në një konferencë në Dublin, Hawking u ngrit para një sale plot fizikant dhe tha fjalët që tronditën botën shkencore. Unë kam qenë i gabuar për vrimat e zeza. Informacioni nuk zhduket, ai ruhet, dhe unë i detyroj Leonard Susskind një enciklopedi. Por ajo që erdhi pas ishte edhe më e jashtëzakonshme se vetë kapitullimi. Sepse Hawking nuk kishte thjesht ndryshuar mendje. Ai kishte zbuluar diçka që transformoi mënyrën se si e kuptuan problemin. Ai kishte kuptuar se pyetja që kishim bërë për 30 vjet ishte e gabuar që në themel. Ne kishim pyetur ku shkon informacioni. Por pyetja e vërtet ishte, çfarë është informacioni? Dhe përgjigja ndryshoi çdo gjë. Imagjinoni se hivni një libër në zjarr. Libri digjet. Hiri ngrihet në ajër. Ngjehtësia shpërndahet. Atomet që përbënin librin shpërndahen në mjedis. Por a është informacioni zhdukur? Jo. Ai është vetëm i përzier. Nëse do të mund të gjurmonit çdo atom, çdo foton, çdo valë të ngjehtësisë, do të mund të rikonstruonit librin. Në parim, ligjet e mekanikës kuantike e garantojnë këtë. Por një vrim e zezë duket se bën diçka më të keqe se zjarri. Ajo nuk thjesht përzieh informacionin. Ajo e fut atë përtej një kufiri nga i cili asgjë nuk mund të kthehet. Horizonti i ngjarjeve duket se është një mur i njanshëm në vetë strukturën e realitetit. Dhe kjo ishte ajo që krijoi paradoksin. Por Hawking kuptoi diçka thelbësore. Horizonti i ngjarjeve nuk është një mur.
Ai është një perspektivë. Ai është një mënyrë e përshkrimit të realitetit nga një këndvështrim i caktuar. Dhe nga këndvështrime të ndryshme, realiteti duket ndryshe. Për një vëzhgues që bie në vrimën e zezë, horizonti nuk ekziston si një gjë fizike. Ai e kalon pa ndjer asgjë të veçantë. Për të, informacioni vazhdon të ekzistojë, të evoluojë, të ndërveprojë. Por për një vëzhgues që mbetet jashtë, informacioni duket se ngjeç në horizont, duke u përzier ngadalë me rrezatimin Hawking, derisa vrimi e zezë avullon plotësisht. Të dyja përshkrimet janë të vërteta, të dyja janë të vlefshme, por ato nuk mund të kombinohen në një narrativ të vetëm. Dhe kjo nuk është një defekt i teorisë sonë, kjo është një tipar themelor i realitetit. Mendojeni këtë. Ju jeni duke lexuar këto fjalë tani. Për ju, momenti tani është real, ai ekziston. Por për dikë në anën tjetër të galaktikës, tani i tyre është një moment plotësisht i ndryshëm. Relativiteti i veçantë na tregon se nuk ka një tani absolut që është i njëjtë për të gjithë. Koha është relative. Ajo varet nga ku jeni dhe se si lëvizni. Vrimat e zeza e çojnë këtë relativitet në ekstrem absolut. Ato krijojnë situata ku jo vetëm koha, por vetë ekzistenca e ngjarjeve bëhet relative. Një ngjarje që është reale për një vëzhgues mund të mos jetë e aksesueshme për një tjetër. Jo sepse njëri prej tyre është i gabuar, por sepse realiteti vetë është më i pasur se çdo përshkrim i vetëm. Por le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo në praktik. Le të ndjekim një foton, një grimc të vetme drite, ndërsa bie në një vrim të zezë. Nga perspektiva juaj, duke vëzhguar nga një distancë e sigurt, fotoni afrohet horizontit. Por ndërsa afrohet, ai ngadalsohet. Jo sepse shpejtësia e tij ndryshon. Drita gjithmonë lëviz me të njëjtën shpejtësi, por sepse vetë koha ngadalsohet. Valgjatësia e fotonit rritet. Ai bëhet më i kuq, më i kuq, më i kuq. Energjia e tij zvoglohet dhe në fund ai duket se ngrin në horizont, duke u zbehur ngadalë në errësirë për miliarda vjet. Por nga perspektiva e fotonit vet, nëse një foton mund të kishte një perspektivë, asgjë e veçantë nuk ndodh. Ai kalon horizontin në një qast. Ai vazhdon të udhtojë drejt qendrës dhe në fund ai arrin singularitetin, ku hapësira dhe koha pushojnë se ekzistuari në mënyrën që i njohim. Të dyja historiet janë të vërteta, por ato janë të papajtueshme. Ju nuk mund t'i keni të dyja njëkohësisht. Dhe kjo është zemra e zgjidhjes së Hawking për paradoksin e informacionit. Informacioni nuk zhduket, por ai nuk mbetet as në një vend të vetëm. Ai ekziston në mënyra të ndryshme për vëzhgues të ndryshëm. Për vëzhguesin e jashtëm, ai është i koduar në horizontin e ngjarjeve, duke u përzier ngadalë me rrezatimin Hawking. Për vëzhguesin që bie brenda, ai vazhdon të ekzistojë në formën e tij origjinale derisa arrin singularitetin. Por këtu vjen pjesa e vërtet revolucionare. Hawking kuptoi se këto dy përshkrime nuk janë thjesht dy mënyra për të folur për të njëjtën gjë. Ato janë dy realitete të ndryshme që ekzistojnë njëkohësisht. Realiteti nuk është një, ai është shumësh. Ai është një rrjet perspektivash, secila plotësisht e vlefshme, secila duke përshkruar një aspekt të vërtet të ekzistencës. Kjo ide quhet komplementariteti i vrimës së zezë. Dhe ajo është një nga idet më të thella në fizikën moderne. Ajo na tregon se realiteti nuk është një objekt që qëndron atje jashtë, i pavarur nga vëzhgimet tona. Realiteti është një rrjet marrëdhëniesh midis vëzhguesve dhe ngjarjeve, dhe vëzhgues të ndryshëm mund të kenë përvojë të realiteteve plotësisht të ndryshme, të gjitha një lloj të vlefshme. Por kjo ngre një pyetje që është njëkohësisht shkencore dhe filozofike. Nëse realiteti varet nga perspektiva, nëse nuk ka një të vërtet objektive që qëndron pas vëzhgimeve tona, atëherë, çfarë është realiteti në thelb? Disa fizikanë thonë se kjo pyetje nuk ka kuptim, se realiteti nuk ka një natyrë në thelb. Ka vetëm marrëdhënie midis vëzhgimeve, ka vetëm rrjetin e ndërveprimeve. Substanca që mendojmë se qëndron pas fenomeneve është një iluzion i krijuar nga truri ynë, një mënyrë e organizimit të përvojës që ka qenë e dobishme për mbijetesën, por që nuk korespondon me asgjë reale.
Të tjerë thonë se duhet të ketë diçka më themelore, diçka që qëndron pas të gjitha perspektivave, që i bashkon të gjitha realitetet e ndryshme në një tërësi koherente. Por çfarë mund të jetë kjo diçka? Përgjigja më premtuese vjen nga teoria e vargut dhe parimi holografik. Këto teori sugjerojnë se substanca themelore e realitetit nuk është materie, nuk është energji, nuk është as hapësirë apo kohë, është informacion. Por jo informacion në kuptimin e të dhënave në një kompjuter, informacion në një kuptim shumë më themelor, marrëdhëniet shkaksore midis ngjarjeve, ajo që mund të ndikojë në çfarë, ajo që mund të korelojë me çfarë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë e gjithë fizika që vëzgojmë, grimcat, forcat, hapësira, Koha janë mënyra se si ky informacion themelor organizohet dhe manifestohet. Ato janë si modelet që shfaqen kur shikoni një hologram nga këndvështrime të ndryshme. Modelet janë reale, ju mund t'i matni, t'i studioni, t'i parashikoni, por ato nuk janë substanca themelore. Ato janë shfaqje të diçkaje më të thellë. Dhe vrimat e zeza janë vendet ku kjo natyrë informacionale e realitetit bëhet më e dukshme. Sepse në një vrim të zezë, organizimi i zakonshëm i informacionit prishet. Hapësira dhe koha, që janë mënyrat tona të zakonshme të organizimit të informacionit, pushojnë së funksionuari, dhe ne shohim diçka më primitive, më themelore. Por le të shqyrtojmë një eksperiment mendor që e çon këtë ide në kufirin absolut. Një eksperiment që u propozua nga fizikanti Ahmed Al-Meiri dhe kolegët e tij në vitin 2012 dhe që krijoi atë që u bë e njohur si paradoksi i murit të zjarrit. Imagjinoni se keni dy grimca të ndërthurura. Ndërthurja kuantike është një nga fenomenet më të çuditshme në natyrë. Kur dy grimca janë të ndërthurura, ato formojnë një sistem të vetëm, edhe nëse janë në anët e kundërta të universit. Matja e njëjës ndikon menjëherë në gjendjen e tjetrës. Einsteini e urrente këtë. Ai ecuante veprimi frikshëm në distancë. Por eksperimentet kanë provuar përsëri e përsëri se është real. Tani imagjinoni se hidhni njërin nga këto grimca në një vrim të zezë. Çfarë ndodh me ndërthurjen? Nëse informacioni duhet të ruhet, nëse grimca që ra brenda duhet të dalë përfundimisht në rrezatimin Hawking, atëherë ajo duhet të jetë ndërthurur me rrezatimin. Por ajo është tashmë e ndërthurur me grimcën që mbeti jashtë, dhe mekanika kuantike thotë se një grimc mund të jetë maksimalisht e ndërthurur vetëm me një grimc tjetër. Kjo krijon një kontradiktë të tmerrshme. Nëse grimca është e ndërthurur me rrezatimin, ajo nuk mund të jetë e ndërthurur me partnerin e saj origjinal. Por nëse nuk është e ndërthurur me partnerin e saj, atëherë vakumi në horizont nuk është më një vakum i qetë. Ai bëhet një mur zjarri, një rajon i energjisë së pafundme që do të dijte çdo gjë që përpiqet ta kalojë. Kjo është në kontradiktë të drejtpërdrejtë me relativitetin e përgjithshëm, që thotë se asgjë e veçantë nuk ndodh në horizont. Një astronaut që bie në një vrim të zezë mjaft të madhe nuk duhet të ndiejë asgjë të pazakont kur e kalon horizontin. Kështu që kemi një zgjedhje. Ose informacioni zhduket duke thyer mekanikën kuantike, ose horizonti bëhet një mur zjarri duke thyer relativitetin e përgjithshëm. Ose diçka shumë më themelore është gabim në mënyrën se si po mendojmë për problemin. Për 10 vjet fizikantët kanë luftuar me këtë paradoks. Janë propozuar qindra zgjidhje. Disa thonë se muri i zjarrit është real, se relativiteti i përgjithshëm duhet të modifikohet. Të tjerë thonë se ndërthurja sillet në mënyra më komplekse se sa mendonim. Të tjerë ende thonë se vetë koncepti i horizontit të ngjarjeve duhet të rishikohet. Por çfarë është? E qartë është se paradoksi i murit të zjarrit na tregon se kuptimi ynë i realitetit është thelbësisht i paplot. Ne jemi duke u përpjekur të përshkruajmë diçka që është përtej gjuhës son konceptuale. Është si të përpiqesh të përshkruash një objekt 4-dimensional duke përdorur vetëm fjalë 3-dimensionale. Fjalët nuk janë mjaft të pasura. Dhe kjo na çon në një realizim të thellë, një realizim që është njëkohësisht shkencor dhe filozofik. Realizimi se ka kufi për atë që mund të dimë, jo kufi praktik, por kufi në parim. Ka pyetje që mund të mos kemë përgjigje, jo sepse jemi të paaft, por sepse pyetjet vetë mund të jenë të paqarta në një nivel themelor.
Pyetja çfarë ndodh me informacionin në një vrim të zezë mund të jetë një nga këto pyetje. Ajo mund të jetë si pyetja çfarë ka në veri të polit verior, një pyetje që duket e arsyeshme, por që nuk ka kuptim, sepse supozimet e saj themelore janë të gabuara. Por kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë së pyeturi. Përkundrazi, do të thotë se duhet të jemi më të kujdesshëm për mënyrën se si i formulojmë pyetjet tona. Duhet të jemi të hapur ndaj mundësisë se përgjigjet mund të jenë shumë më të çuditshme se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Dhe kjo është ajo që po ndodh në fizikën e vrimave të zeza sot. Ne nuk jemi thjesht duke kërkuar përgjigje për pyetje të vjetra. Ne jemi duke mësuar të bëjmë pyetje të reja. Pyetje që shkojnë më thellë, që sfidojmë supozimet tona më themelore, që na detyrojnë të rishikojmë çdo gjë që menduam se e dinim. Por le të kthehemi në diçka më konkrete. Le të flasim për atë që kemi vëzhguar vërtet, sepse ndërsa debatet teorike vazhdojnë, teknologjia jon ka arritur një pikë ku mund të testojmë disa nga këto ide. Në prill të vitit 2019, teleskopi Event Horizon publikoi imazhin e parë të një horizonti të ngjarjeve. Ishte një moment historik. Për herë të parë, ne pam drejt për drejt strukturën e hapësirës kohës rreth një vrime të zezë. Ne pam se si drita përkulet, se si fotone që lëshohen nga gazi i nqehtë rreth vrimës së zezë ndjekin trajektore të përkulura, duke krijuar një unaz të dritës që rrethon një rajon të errët qendror. Por ajo që ishte vërtet e jashtëzakonshme nuk ishte thjesht që e pam, ishte se ajo që pam përputhej saktësisht me parashikimet e bëra një shekull më parë nga ekuacionet e Einsteinit. Madhësia e rajonit të errët, forma e unazës, shpërndarja e ndriqimit, çdo detaj përputhej me teorinë me një saktësi të mahniqme. Kjo ishte një triumf për fizikën teorike, por ishte edhe diçka më e thellë. Ishte një demonstrim se matematika funksionon, se kur e përdorim sakt, ajo na çon në të vërteta për universin që nuk mund të arrihen në asnjë mënyrë tjetër. Mendo gjeni këtë. Karl Schwarzschild gjeti zgjidhjen e parë të ekuacioneve të Einsteinit në vitin 1916, ndërsa po vdiste nga një sëmundje rrallë në frontin e luftës së parë botërore. Ai nuk kishte kompjuter, ai nuk kishte teleskop të fuqishëm, ai kishte vetëm letër, laps dhe një kuptim të thellë të matematikës. Dhe ajo që ai gjeti, një zgjidhje që përshkruan një objekt aq ekstrem sa që vetë Einsteini nuk besonte se mund të ekzistonte në natyrë, u provua të jetë sakt një shekull më vonë, kur përfundimisht patëm teknologjinë për ta vëzhguar. Kjo na tregon diçka të thellë për natyrën e matematikës. Matematika nuk është thjesht një gjuhë që shpikëm për të përshkruar botën. Ajo është një strukturë që ekziston në një kuptim të thellë dhe që universi ndjek. Kur zbulojmë të vërteta matematikore, ne nuk jemi duke shpikur, ne jemi duke zbuluar. Por pse? Pse universi ndjek ligje matematikore? Pse ekuacionet funksionojnë? Kjo është një nga pyetjet më të thella në filozofinë e shkencës. Dhe vrimat e zeza e bëjnë këtë pyetje edhe më urgjente. Sepse vrimat e zeza janë objekte ku matematika bëhet ekstreme, ku ekuacionet parashikojnë dendësi të pafundme, përkulje të pafundme, kushte ku të gjitha ligjet e njohura të fizikës duhet të thyen. Dhe megjithatë, ekuacionet vazhdojnë të funksionojnë. Ato vazhdojnë të japin parashikime të sakta për atë që vëzhgojmë. Kjo sugjeron se matematika nuk është thjesht një përshkrim i sipërfaqes së realitetit. Ajo është struktura e thellë e realitetit. Universi, në nivelin më themelor, mund të jetë matematikor. Jo në kuptimin se është bërë nga numra, por në kuptimin se marrëdhëniet që e përcaktojnë janë marrëdhënie matematikore. Nëse kjo është e vërtet, atëherë studimi i matematikës nuk është thjesht një mjet për të kuptuar universin. Ai është një mënyrë e eksplorimit të strukturës themelore të ekzistencës. Çdo teorem që provoj, çdo ekuacion që zgjidh, është një zbulim për natyrën e realitetit, dhe vrimat e zeza janë laboratorët perfekt për këtë eksplorim. Sepse në vrimat e zeza, matematika na çon në vende ku intuita jon dështon plotësisht, ku konceptet tona të zakonshme për hapësirën, kohën, shkaksin, pushojnë së funksionuari. Dhe megjithatë, matematika vazhdon. Ajo na tregon se çfarë ndodh edhe kur nuk mund ta imagjinojmë. Por le të kthehemi në paradoksin e informacionit, sepse ka një zhvillim të fundit që mund të jetë zgjidhja përfundimtare. Një ide që bashkon të gjitha fijet e kësaj historie
në një tërësi koherente. Në vitin 2020, një grup fizikantësh propozuan se informacioni nuk zhduket dhe nuk mbetet në horizont në mënyrën që kishim menduar. Në vend të kësaj, ai kalon në një strukturë të re të hapësirës kohës që krijohet nga vetë procesi i formimit të vrimës së zezë. Ideja është kjo: kur një yll shembet dhe formon një vrim të zezë, ai nuk thjesht krijon një rajon të hapësirës kohës që është i shkëputur nga pjesa tjetër e universit. Ai krijon një univers fëmijë, një rajon të ri i realitetit që është i lidhur me universin ton vetëm përmes një lidhje të hollë në singularitet. Informacioni që bie në vrimën e zezë nuk zhduket. Ai transferohet në këtë univers fëmijë, dhe kur vrimi e zezë avullon, lidhja midis dy universive bëhet më e fortë, duke lejuar informacionin të rrjedhë mbrapsht në universin ton përmes rrezatimit Hawking. Kjo ide quhet kozmologjia e pafundme ose teoria e universive fëmijë, dhe ajo na jep një perspektivë plotësisht të re për natyrën e realitetit. Universi ynë nuk është një entitet i vetëm, i izoluar. Ai është pjesë e një strukturë shumë më të madhe, një pemë e pafundme universish, ku çdo vrim e zezë është një degë e re, çdo singularitet është një portë drejt një realiteti të ri. Nëse kjo është e vërtet, atëherë çdo vrim e zezë që formohet në universin ton është duke krijuar një univers të ri. Dhe universi ynë vetë mund të jetë lindur nga një vrim e zezë në një univers prind. Realiteti nuk ka një fillim absolut. Ai është një proces i pafundëm krijimi, ku çdo fund është një fillim i ri. Kjo ide transformon mënyrën se si mendojmë për vdekjen dhe lindjen. Në shkallë kozmike, vdekja nuk është një fund absolut. Ajo është një transformim. Çdo vrim e zezë që vret materie në universin ton është duke lindur një univers të ri. Çdo singularitet që shkatërron strukturën e hapësirës kohës është duke krijuar një strukturë të re. Vdekja dhe lindja nuk janë të kundërta. Ato janë dy anë të së njëjtës proces. Çdo fund është një fillim. Çdo shkatërrim është një krijim. Në nivelin më themelor të realitetit nuk ka vdekje absolute. Ka vetëm transformim, vetëm tranzicion nga një gjendje në një tjetër. Dhe kjo nuk është thjesht një ide abstrakte. Ajo ka implikime të thella për mënyrën se si mendojmë për ekzistencën tonë. Nëse universi është një cikel i pafundëm krijimi dhe transformimi, nëse çdo fund është një fillim i ri, atëherë çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë se ne jemi pjesë e një procesi që është shumë më i madh se vetja jonë individuale. Atomet që na përbëjnë kanë ekzistuar për miliarda vjet. Ato janë krijuar në zemrat e yjeve, janë shpërndar në hapësirë nga eksplodzionet e supernovave, janë bashkuar për të formuar planet, janë organizuar në molekula komplekse dhe përfundimisht janë bërë pjesë e nesh. Dhe kur ne vdesim, këto atome nuk zvduken. Ato thjesht riorganizohen. Ato bëhen pjesë e diçka e tjetër. Disa mund të përfundojnë në bim, disa në kafsh, disa mund të kthehen në hapësirë. Dhe nëse ndonjëra prej tyre bie në një vrim të zezë, ajo mund të bëhet pjesë e një universi të ri. Kjo është një ide që gjendet në shumë tradita filozofike dhe fetare. Ideja e rilindjeve e cikleve të pafundme, e transformimit të vazhdueshëm. Por tani, për herë të parë, kjo ide del nga fizika e pastër. Ajo del nga studimi i objekteve më ekstreme në univers. Ajo del nga përpjekja për të kuptuar se çfarë ndodh kur realiteti shtypet në kufijtë e tij absolut. Dhe kjo na tregon diçka të jashtëzakonshme. Na tregon se shkenca dhe filozofia, fizika dhe metafizika nuk janë të ndara. Ato janë dy mënyra për të eksploruar të njëjtat pyetje themelore. Pyetje për natyrën e realitetit, për natyrën e ekzistencës, për natyrën e transformimit. Vrimat e zeza janë më shumë se objekte astrofizike. Ato janë pasqyra ku shohim reflektimin e pyetjeve tona më të thella. Ato janë laborator ku universi na tregon sekretet e tij më të fshehura. Ato janë porta drejt një kuptimi që transformon mënyrën se si e shohim veten dhe vendin ton në realitet. Por ka edhe një mësim final, një mësim që lidhet me natyrën e shkencës vet, sepse historia e paradoksit të informacionit është edhe një histori për mënyrën se si shkenca përparon. Për 70 vjet, fizikantët kanë luftuar me këtë problem. Kanë propozuar qindra zgjidhje.
kanë debatuar me një intensitet që rrallë shihet në shkencë. Kanë ndryshuar mendje, kanë pranuar gabime, kanë rishikuar teori të tëra. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, disa njerëz kanë pyetur, pse të shqetësoheni? Pse të kaloni dekada duke debatuar për diçka që nuk mund ta vëzhgoni drejt për drejt? Pse të mos pranoni thjesht se ka gjëra që nuk mund t'i dim? Por fizikantët nuk kanë pranuar. Ata kanë vazhduar të kërkojnë, jo sepse ishin kokfort, por sepse e dinin se paradoksi i informacionit nuk ishte thjesht një enigmë teknike. Ai ishte një simptom e diçkaje më të thellë. Ai tregonte se mënyra jone të menduarit për realitetin ishte thelbësisht e paplot. Dhe duke kërkuar zgjidhjen, ata zbuluan gjëra që nuk kishin imagjinuar kurrë. Zbuluan parimin holografik, zbuluan korespondencën ADS-CFT, zbuluan lidhjen midis ndërthurjes kuantike dhe gjeometrisë së hapësirës kohës. Zbuluan se realiteti është më i pasur, më i çuditshëm, më i bukur se çdo gjë që kishin menduar. Kjo është natyra e shkencës. Ajo nuk është për të gjetur përgjigje të shpejta. Ajo është për të bërë pyetje të thella dhe për të ndjekur ato kudo që çojnë. Edhe nëse çojnë në vende të papritura, edhe nëse sfidojnë çdo gjë që menduam se e dinim, edhe nëse na detyrojnë të rishikojmë supozimet tona më themelore. Dhe kjo është arsyeja pse vrimat e zeza janë aq të rëndësishme, jo sepse janë egzotike, jo sepse janë të frikshme, por sepse ato janë dritare në natyrën më të thellë të realitetit, sepse ato na detyrojnë të bëjmë pyetje që shkojnë në zemër të ekzistencës, sepse ato na tregojnë se universi është më i çuditshëm dhe më i bukur se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Dhe ndërsa qëndrojmë në prag të një revolucioni të ri në fizik, ndërsa po fillojmë të kuptojmë se si të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike, ndërsa po zbulojmë natyrën informacionale të realitetit, ne po zbulojmë diçka edhe më të thellë. Po zbulojmë se kufijt midis shkencës dhe filozofisë, midis fizikës dhe metafizikës, midis të kuptuarit dhe misterit, janë shumë më të hollë se kishim menduar. Po zbulojmë se pyetjet më të thella të shkencës janë edhe pyetjet më të thella të filozofisë. Dhe po zbulojmë se në zemër të realitetit qëndron një mister që është njëkohësisht i kuptueshëm dhe i pakuptueshëm, njëkohësisht shkencor dhe filozofik. Dhe ky mister nuk është diçka që duhet friksuar. Ai është diçka që duhet përqafuar. Sepse ai na tregon se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë për të kuptuar, gjithmonë më shumë për të mësuar. Ai na tregon se udhëtimi i kuptimit nuk ka fund, dhe ai na tregon se në këtë udhëtim çdo zbulim hap rrugën për pyetje edhe më të thella, edhe më të bukura. Por tani duhet të ndalemi, të marrim frymë, të shikojmë mbrapa në udhëtimin që kemi bërë, sepse kemi udhëtuar nga pyetje të thjeshta për natyrën e vrimave të zeza në pyetje që prekin vetë natyrën e ekzistencës. Dhe në këtë udhëtim kemi zbuluar diçka të jashtëzakonshme, se kufijt midis fizikës dhe filozofisë, midis shkencës dhe misterit, janë shumë më të hollë se kishim imagjinuar. Le të fillojmë me një pyetje filozofike që del drejt për drejt nga fizika e vrimave të zeza. Nëse informacioni është themelor, nëse realiteti në thelb është informacional, atëhere çfarë është vetëdia? Çfarë jemi ne? Mendojeni këtë. Në këtë moment, trupi juaj po përpunon në rreth 100 miliard bite informacioni në sekond. Sytë tuaj po kapin fotone, veshët tuaj po detektojnë val presioni, lëkura juaj po regjistron temperaturë, presion, dhimbje. Dhe truri juaj po merr të gjithë këtë informacion, po e filtron, po e organizon, po krijon një përvojë të unifikuar të realitetit. Por çfarë është kjo përvojë? Nëse realiteti është informacion, atëherë vetdia mund të jetë thjesht një mënyrë e veçantë e organizimit të informacionit. Jo diçka misterioze që qëndron jashtë fizikës, por një fenomen që del kur informacioni organizohet në struktura mjaft komplekse. Kjo nuk e bën vetdijen më pak reale, përkundrazi. Ajo e vendos atë brenda kuadrit të natyrës. Ajo na tregon se ne nuk jemi të ndarë nga universi, ne jemi pjesë e tij. Ne jemi mënyra se si universi përjeton veten.
Dhe këtu është lidhja e thellë me vrimat e zeza. Një vrim e zezë ka entropin. Ajo ka informacion të koduar në horizontin e saj. Ky informacion ndryshon kur diçka bie brenda. Vrim e zezë reagon ndaj mjedisit të saj. Në një kuptim të thellë, ajo përpunon informacion. Natyrisht, një vrim e zezë nuk ka vetdije në mënyrën që e kemi ne. Ajo nuk ka përvojë subjektive, nuk ka ndjenja, nuk ka mendime. Por kjo na bën të pyesim, ku është kufiri? Në çfarë pike organizimi i informacionit bëhet vetëdije? A është një vijë e mprehtë apo një spektër i vazhdueshëm? Këto janë pyetje që shkenca moderne sapo po fillon t'i eksploroje, por ato janë pyetje që filozofët kanë bërë për mijëra vjet. Çfarë është vetëdija? Çfarë është mendja? Çfarë është vetja? Dhe vrimat e zeza, këto objekte në skajin e universit, na detyrojnë t'i përballemi me këto pyetje në mënyra të reja. Sepse ato na tregojnë se informacioni nuk është thjesht diçka abstrakte. Ai është substanca themelore e realitetit. Dhe nëse ne jemi bërë nga informacion, atëherë të kuptuarit e natyrës së informacionit është të kuptuarit e natyrës son. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim çfarë nuk e dim. Kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme në shkencë. Jo çfarë dim, por çfarë nuk dim. Sepse kufiit e njohurive tona janë vendet ku zbulimet e reja ndodhin. Janë vendet ku misteret më të thella fshehen. Dhe për vrimat e zeza, lista e gjërave që nuk i dim është e gjatë dhe e mahniqme. Ne nuk e dim çfarë ndodh në singularitet. Ekuacionet tona parashikojnë dendësi të pafundme, përkulje të pafundme të hapësirës kohës. Por kjo është një shenjë se ekuacionet tona kanë dështuar. Në realitet, diçka tjetër duhet të ndodhë. Ndoshta hapësira dhe koha pushojnë se ekzistuari. Ndoshta ato zvendçohen nga një strukturë më themelore. Ndoshta singulariteti është një portë drejt një universi tjetër. Por ne nuk e dim. Dhe ndoshta nuk do ta dim kurrë, sepse asnjë informacion nuk mund të dalë nga një singularitet për të na treguar se çfarë ka atje. Ne nuk e dim nëse horizonti i ngjarjeve është një sipërfaqe e qetë apo një mur zjarri. Paradoksi i murit të zjarrit mbetet i pasgjidhur. Disa fizikantë besojnë se një astronaut që bie në një vrim të zezë do të përjetonte një kalim të qetë. Të tjerë besojnë se do të digjejë nga fluktuacione kuantike në momentin që prek horizontin. Të dyja nuk mund të jenë të vërteta, por ne nuk e dim cila është e saktë. Ne nuk e dim nëse informacioni vërtet ruhet. Edhe pse shumica e fizikantëve tani besojnë se po, ne nuk kemi provë eksperimentale direkte. Ne nuk kemi vëzhguar kurrë një vrim të zezë duke avulluar plotësisht. Ne nuk kemi matur kurrë korelacionet në rrezatimin Hawking që do të provonin se informacioni është atje. Ndoshta është, ndoshta nuk është. Ndoshta pyetja vet nuk ka kuptim në mënyrën që e bëjmë. Ne nuk e dim nëse universi ynë është një hologram. Parimi holografik funksionon në modele të veçanta matematikore, por a funksionon në universin tonë real? A është e gjithë tredimensionaliteti që përjetojmë një projektion nga një sipërfaqe dydimensionale në skajin e universit? Kjo tingëllon e çmendur, por matematika sugjeron se mund të jetë vërtet. Megjithatë, ne nuk e dim. Ne nuk e dim nëse çdo vrim e zezë krijon një univers të ri. Ideja e kozmologjisë së pafundme është e bukur dhe elegante, por a është e vërtet? A ka vërtet një pemë të pafundme universish ku çdo vrim e zezë është një degë e re? Apo universi ynë është i vetëm, i izoluar, i vetëm në ekzistencën e tij? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Rreth 85% e materjes në univers është diçka që nuk mund ta shohim, që nuk ndërvepron me dritën, që detektojmë vetëm përmes efekteve të saj gravitacionale. Mund të jetë një lloj i ri grince, mund të jetë një modifikim i gravitetit, mund të jetë diçka plotësisht tjetër që nuk e kemi imagjinuar. Ne nuk e dim. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët. Rreth 70% e energjisë në univers është diçka që po e shtyh universin të zgjerohet gjithnjë më shpejt. Mund të jetë një konstante kozmologjike, një energji e brendshme e vet hapësirës. Mund të jetë një fushë dinamike që ndryshon me kohën. Mund të jetë një shenjë se kuptimi ynë i gravitetit është thelbësisht i gabuar. Ne nuk e dim.
Ne nuk e dim si të bashkojmë relativitetin e përgjithshëm me mekanikën kuantike. Për një shekull, këto dy teori kanë qenë shtillat e fizikës moderne, por ato janë të papajtueshme. Në kushte ekstreme, si në singularitetin e një vrime të zezë ose në momentin e parë të Big Bangut, të dyja duhet të aplikohen njëkohësisht. Por kur përpiqemi t'i kombinojmë, marrim rezultate të pakuptimta. Teoria e vargut premton një zgjidhje. Graviteti kuantik me lak premton një tjetër. Por ne nuk e dim cila është e saktë, ose nëse asnjëra prej tyre është. Ne nuk e dim nëse koha është themelore. A është koha një gjë reale që rrjedh, apo është një iluzion i krijuar nga mënyra se si perceptojmë ndryshimin? Disa teori të gravitetit kuantik sugjerojnë se koha nuk ekziston në nivelin më themelor, se ajo del nga diçka më primitive. Por çfarë mund të jetë kjo diçka? Ne nuk e dim. Ne nuk e dim nëse hapësira është themelore. Parimi holografik sugjeron se hapësira del nga organizimi i informacionit. Teoria e vargut sugjeron se mund të ketë dimensione shtesë që ne nuk i perceptojmë. Disa teori sugjerojnë se në shkallë mjaft të vogël, hapësira nuk është e vazhdueshme, por e diskretizuar, e bërë nga njësi të vogla të pandashme. Por ne nuk e dim. Ne nuk e dim nëse ka një teori përfundimtare. A ka një grup ekuacionesh që përshkruajnë çdo gjë në univers? Apo fizika është një strukturë e pafundme, ku çdo nivel i kuptimit hap rrugën për pyetje edhe më të thella? Disa fizikantë besojnë se jemi afër një teori të gjithçkaje. Të tjerë besojnë se një teori e tillë është e pamundur në parim. Ne nuk e dim. Dhe kjo listë mund të vazhdojë. Për çdo gjë që kemi zbuluar për vrimat e zeza, ka 10 gjëra që nuk i dim. Për çdo pyetje që kemi përgjigjur, ka 100 pyetje të reja që kanë lindur. Por kjo nuk është një dështim. Kjo është bukuria e shkencës. Shkenca nuk është për të gjetur përgjigje përfundimtare. Ajo është për të bërë pyetje gjithnjë e më të mira. Për të zgjeruar kufijtë e njohurive tona, për të eksploruar territorin e panjohur. Dhe çdo herë që zgjerojmë këto kufi, zbulojmë se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i pasur se kishim imagjinuar. Çdo përgjigje që gjejmë na tregon se ka shumë më tepër për të zbuluar. Kjo është arsyeja pse shkenca nuk do të përfundojë kurrë. Jo sepse jemi të ngadalt ose të paaft, por sepse universi është i pafundëm në kompleksitetin e tij. Ka gjithmonë një nivel tjetër të thellësisë. Ka gjithmonë një mister tjetër që pret të zbulohet. Por le të kthehemi te ne, te njerëzit, te qeniet e vogla të vetëdijshme që jetojnë në një planet të vogël që orbiton rreth një ylli mesatar në skajin e një galaktike të zakonshme. Çfarë do të thotë kjo histori e vrimave të zeza për ne? Ajo na tregon se jemi të vegjël. Një vrimë zezë supermasive në qendër të një galaktike ka masën e disa miliard diejve. Nëse toka do të binte në një vrim të tillë, ajo do të zhduket pa lënë gjurmë. E gjithë historia jonë, të gjitha arritjet tona, çdo mendim që kemi pasur ndonjëherë, do të fshihej nga universi në një çast. Por ajo na tregon edhe se jemi të jashtëzakonshëm, sepse ne, këto qenie të vogla, kemi arritur të kuptojmë vrimat e zeza. Ne kemi arritur të zbulojmë ligjet që i qeverisin. Ne kemi arritur të fotografojmë horizontin e ngjarjeve. Ne kemi arritur të matim valët gravitacionale nga përplasjet e tyre. Ne jemi bërë nga pluhur ylli. Atomet që na përbëjnë u krijuan në zemrat e yjeve që vdiqën miliarda vjet më parë. Ne jemi mënyra se si universi ka organizuar veten për të menduar për veten. Ne jemi vetëdia e universit. Dhe kjo është një realizim i thellë. Ne nuk jemi të ndarë nga universi. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm që shikojnë një realitet objektiv. Ne jemi pjesë e realitetit. Ne jemi mënyra se si realiteti përjeton veten. Kur shikoni një vrim të zezë, kur mendoni për natyrën e horizontit të ngjarjeve, kur pyesni se çfarë ndodh me informacionin, ju nuk jeni thjesht duke studiuar diçka të largët dhe egzotike. Ju jeni duke eksploruar natyrën e ekzistencës. Ju jeni duke pyetur pyetje për natyrën e realitetit, të kohës, të transformimit. Dhe këto pyetje janë edhe pyetje për natyrën tuaj, sepse ju jeni bërë nga e njëjta substancë si vrimat e zeza. Ju ndiqni të njëjtat ligje të fizikës.
Ju jeni pjesë e të njëjtit univers. Kur një vrim e zezë transformon materie në energji, kur ajo krijon një univers të ri, kur ajo përzihet informacion në mënyra që sapo po fillojmë ta kuptojmë, ajo po bën diçka që nuk është thelbësisht të ndryshme nga ajo që bën trupi juaj çdo ditë. Ju po transformoni ushqim në energji. Ju po krijoni mendime të reja. Ju po përpunoni informacion në mënyra jashtëzakonisht komplekse. Dalimi është vetëm në shkallë. Vrimat e zeza janë më të mëdha, më të fuqishme, më ekstreme, por proceset themelore janë të njëjta. Transformimi, organizimi, krijimi i strukturës nga kaosi. Dhe kjo na çon në realizimin final. Realizimin që vdekja dhe lindja, fundi dhe fillimi, shkatërrimi dhe krijimi nuk janë të kundërta. Ato janë dy anë të së njëjtës proces. Kur vdisni, atomet që ju përbëjnë nuk zhduken, ato thjesht riorganizohen. Disa do të kthehen në tokë, disa do të përthithen nga bim, disa do të bëhen pjesë e kafshëve të tjera, dhe në një shkallë kozmike, disa mund të përfundojnë në një vrim të zezë, ku mund të transformohen në diçka plotësisht të re. Kjo nuk është një ngushëllim i lehtë. Kjo nuk e bën vdekjen më pak të frikshme, por ajo na tregon se vdekja nuk është një fund absolut. Ajo është një transformim. Ajo është një tranzicion nga një gjendje në një tjetër. Dhe në këtë kuptim, vrimat e zeza janë metafora perfekte për ekzistencën. Ato janë vende ku diçka përfundon dhe diçka fillon, ku e vjetra shkatërohet dhe e reja krijohet, ku transformimi ndodh në formën e tij më ekstreme. Por le të mbyllim me një pyetje. Një pyetje që nuk ka përgjigje. Një pyetje që është më e rëndësishme se çdo përgjigje që mund të japim. Kur shikoni qiellin natën, kur shihni yjet që shkëlqejnë në errësirë, kur mendoni për galaktikat e largëta dhe vrimat e zeza që fësihen në qendrat e tyre, çfarë ndjeni? A ndjeni frikë? Frikën e pafundësisë, të panjohurës, të forcave që janë aq të mëdha sa që mund të na shkatërrojnë pa e vënë re? A ndjeni mrekulli? Mrekullinë e një universi që është aq i madh, aq i vjetër, aq kompleks, sa që mendja jon mezi mund ta përfshi? A ndjeni kuriozitet? Dëshirën për të ditur më shumë, për të kuptuar më thellë, për të eksploruar territorin e panjohur? A ndjeni lidhje? Dërgjegjësimin se jeni bërë nga pluhur ulli, se atomet tuaja kanë uzduar përmes universit për miliarda vjet, se jeni pjesë e një historie që është shumë më e madhe se vetja juaj individuale. Ndoshta ndjeni të gjitha këto. Ndoshta ndjeni diçka tjetër plotësisht. Nuk ka përgjigje të saktë, sepse pyetja nuk është për fakte. Ajo është për kuptim, për mënyrën se si lidhemi me universin, për mënyrën se si gjejmë kuptim në një realitet që është njëkohësisht i bukur dhe i frikshëm, i kuptueshëm dhe misteroz. Dhe kjo është mësimi përfundimtar i vrimave të zeza. Ato na tregojnë se universi është më i madh se ne, por ato na tregojnë edhe se ne jemi pjesë e tij. Se ne kemi aftësinë të kuptojmë, të mrekullohem, të pyesim pyetje që shkojnë në zemër të ekzistencës. Vrimat e zeza janë porta. Jo porta fizike që mund t'i kaloni, por porta konceptuale që hapin mënyrën e të menduarit. Ato na detyrojnë të rishikojmë çdo gjë që menduam se e dinim për hapësirën, kohën, informacionin, realitetin. Ato na çojnë në kufijtë e kuptimit ton, dhe atje, në ato kufi, zbulojmë se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Ndoshta kjo është arsyeja pse jemi këtu. Jo për të gjetur përgjigje përfundimtare, por për të bërë pyetje, për të eksploruar, për të mrekulluar, për të qenë pjesë e procesit të madh të zbulimit që është shkenca, filozofia, jeta vetë. Dhe ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, në këtë planet të vogël që orbiton rreth një ylli mesatar, kujtoni këtë. Ju jeni bërë nga pluhur ylli. Ju jeni mënyra se si universi mendon për veten. Dhe çdo pyetje që bëni, çdo mrekulli që ndjeni, çdo moment kuptimi që arrini, është universi duke u njohur me veten. Vrimat e zeza nuk janë vetëm objekte në hapësirë,
Ato janë pasqyra ku shohim me reflektimin e pyetjeve tona më të thella. Ato janë dritare në natyrën e realitetit. Ato janë ftesa për të eksploruar, për të pyetur, për të mrekulluem. Dhe ndoshta, në fund, kjo është ajo që do të thotë të jesh njeri. Jo të dish çdo gjë, por të pyesësh. Jo të kuptosh plotësisht, por të kërkosh kuptim. Jo të arrish në një destinacion final, por të gëzosh udhëtimin. Sepse udhëtimi nuk ka fund, ka gjithmonë një horizont tjetër, ka gjithmonë një mister tjetër. Ka gjithmonë një pyetje tjetër që pret të bëhet. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është bukuria e ekzistencës. Jo se e dim çdo gjë, por se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar. Jo se kemi arritur në fund, por se fundi nuk ekziston. Ka vetëm transformim, vetëm tranzicion, vetëm udhëtim i pafundëm në zemër të misterit. Dhe në këtë udhëtim, vrimat e zeza janë udhërfyesit tanë. Jo sepse na japim përgjigje, por sepse na tregojnë se sa shumë nuk e dim, sepse na kujtojnë se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i bukur se çdo gjë që mund të imagjinojmë. Dhe kjo, në fund, është dhurata më e madhe që shkenca mund të na japë. Jo siguria, por mrekullia. Jo përgjigjet, por pyetjet. Jo fundi i udhëtimit, por gëzimi i eksplorimit. Sepse në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta udhëtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Dhe ndoshta misteri në zemër të realitetit nuk është diçka që duhet zgjidhur, por diçka që duhet përqafuar. Kështu që kur shikoni qiellin natën, kur mendoni për vrimat e zeza që fsihen në errësirë, mos pyesni vetëm çfarë janë ato. Pyesni edhe çfarë na mësojnë ato për ne. Sepse në fund, çdo pyetje për universin është edhe një pyetje për veten. Dhe çdo zbulim për natyrën e realitetit është edhe një zbulim për natyrën tonë. Ne jemi universi, duke u njohur me veten. Dhe kjo ndoshta është mrekullia më e madhe